Fundjatjeta shqiptar të nderuar, me profesion matematikan, me vokacion politikan. Është profesor universitar, ndërsa në 2 mandate është zgjedhur deputet, njëherë në koalicion me Alternativën, njëherë me koalicionin Vlen. Së fundmi, ai dhe partia e tij janë në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, në koalicionin e quajtur Aleanca Kombëtare për Integrim, pra me këtë parti të cilin bashkëbiseduesi ynë shpesh e ka kritikuar edhe atë shumë ashpër. Do të kishim thënë tipike siç është politika shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Në dialog të lajmi është i ftuar zoti Halil Snopçe, deputet i Aleancës për Shqiptarët, do të themi njërës nga Aleancat për Shqiptarët, më mirë për ta identifikuar krahu i Arben Taravarit. Zoti Snopçe, mirë se erdhët në dialog të lajmit. Mirë se u gjejmë, faleminderit për mundësinë, kënaqësi si çdo herë të jam mysafiri lajmit. Thamë që jeni matematikan. Kanë ngjashmëri matematika me politikën? Ngjashmëri. Nuk e di tash si mund të gjykohet ngjashmëria, por normalisht matematika është një shkencë eksakte që si bazament kryesor i zhvillimit të saj e ka konceptin e aksiomatik pra. Pra matematika është shkencë aksiomatike. Kur themi aksiomatike, ka një aksion, pra një e vërtet absolute. Dhe sipas asaj vërtete absolute, prej aksiomeve formohet gjithë teoria matematikore. Pra, për shkak se më pyete tash. Po. E futëm në këtë temë të sqaroj publikut pse aksiomatike, për shembull në matematik fjala vjen kur themi bashkësi, bashkësia është bashkësi. Nuk ka shpjegim. Është koncept fillestar, dakord? Nëse marrim fjalorin e gjuhës shqipe, fjalori i gjuhës shqipe do të ketë sqarim, bashkësia, grup elementesh kështu me radhë. Por matematik bashkësia është bashkësi, koncept fillestar. Pika është pik, koncept fillestar, rafshi është rafsh, drejtësa është drejtës. Pra këto janë koncepte, 4 koncepte fillestare. Nisen prej koncepteve fillestare, pastaj kemi aksioma që përdorin këto koncepte fillestare. Për shembull, njëra prej aksiomave është një drejtës ka paku shumë pika. Atë nuk mund ta vërtetosh, por merret si një vërtet absolute dhe pastaj definohet komplet teoria matematikore, teoremat, lemat, pasurat të ndryshme kështu me radhë, sikurse që kemi gjeometrinë euklidiane. Por në matematikë ka edhe gjeometri tjetër, gjeometri Riemannit, gjeometri Lobachevskit, gjeometri Newtonit. Për shembull, gjeometria Trullion është mësuar që të koncepton dhe të rezonon në bazë të gjeometrisë euklidiane. Gjeometria euklidiane thotë se për një pikë jashtë një drejtës kalon vetëm një drejtës paralele me drejtën e dhënë. Dhe kjo vërtetohet në bazë të aksiomave euklidiane. Por Lobachevski thotë ndryshe. Lobachevski thotë ka një aksiomatik tjetër. Për një pikë jashtë një drejtëse të rrihen 2 drejtëse paralele. Truri i nxënësve dhe njerëzve nuk e akcepton atë. Pse? Për shkak se truni është mësuar të mendon në bazë të teorisë aksiomatike të Euklidit. Dhe normalisht matematika shfrytëzon logjikën. Pra, domethënë është shkencë që lidhet drejt për drejt me logjikën dhe kur them me politikën është mirësia dhe përparësia e matematikanëve që kanë mundësi të shfrytëzojnë logjikën më shumë edhe në politikë, të cilën e kanë handicap të tjerit, mendoj unë. Sepse ne jemi mësuar me ligje, komentime të ligjeve, 2 kuptimësia e ligjeve, pra gjykata kushtetuese sjell vendime në bazë të përkatësisë nacionale, shqiptarët votojnë ndryshe, maqedonësit votojnë ndryshe, nuk është absolute ajo. Pra politika përzihet. Pra ne kemi atë përparësi të shfrytëzojmë logjikën shpesh dhe unë për foltorës së parlamentit, ato që e ndjekin parlamentin sigurisht sa herë kam parë që mundohem shpesh konceptin të lidhur me çështjen e logjikës, me definimin dhe shtrimin e disa paradokseve, se kjo nuk ka logjik. Pra ndoshta ligji mundson, por nuk ka logjik. Pra ligji dhe drejtësia janë 2 gjëra të ndryshme. Kupton, nuk do të thënë se diçka është ligjore, po të jetë e drejtë. Dakord? Pra diçka mund të jetë e drejtë edhe nëse nuk parasheh ligji. Pra jam munduar në këtë aspekt. Ndoshta kjo është përparësi për shkak se pyete ndihmërinë. Po, me kënaqësi do ta kishim vazhduar intervistën për të folur për matematikën, sepse i thash kolegut tuaj zotit Azir Aliu, ministrit të shëndetësisë, koleg i përbashkët i universitetit, me kënaqësi do të kisha folur për informatikën, sepse siç po kalon koha, kam filluar ta kuptoj më shumë informatikën
se sa politikën edhe pse e ndjek gati po bën 30 vite. Gjithashtu thatë që në matematik bashkësia është bashkësi, në politik bashkësia apo koalicioni mund të formohet, por edhe mund të, siç ka ndodhur me koalicionin Vlen, pra mund të mos funksionoj. Po e nisim dialogun të lajmi, pra pas kësaj pyetje e cila ishte, mendoj unë, një hyrje shumë e bukur, shumë e rrallë madje në debatin publik, sepse shumë pak flitet për shkencën. Po e nisim me atë që me gjithatë është tereni i dialogut të lajmi, me diskutimin tuaj të fundit në kuvent. Ta ndjekim videon që pastaj mundësisht së bashku ta komentojmë me zotin Snopçe. Si ke funksionuar në kohën e Gruevskit, si bashkëpunëtor i afërt i Gruevskit, ashtu funksionon në kohën e Hristijan Mickoskit, si bashkëpunëtor i afërt i Hristijan Mickoskit. E më shet tash ti, nuk të ke shok, gjithë kemi pas shok. Unë nuk thash diçka kundër atij, po ti si nuk je një neutrali, si mos kryeministri dhe akuzon për bukusë politike, nuk jam të kanë pa ushare, siç bëhet tash. Në të drejtën është do të kërkoj shpatje për interes të shtetit. Shteti dhe unë nuk kam ndonjë të përkeçoni raportet me Shqipërinë, për shkak se të një individi Aleksandar Nikolovski që ka qenë bashkëpunëtor i Nikola Gruevskit dhe vazhdon të jetë bashkëpunëtor i Hristijan Mickoskit. Një regjim dhe tash një regjim tjetër. Ti sa e të shkuar në Ungari nuk e di. Me shishevin ta se e taku. Nuk e di Arbia Asfaguri nëse ka shku takohet me Tiranën, takohet ka për takime zyrtare. Po ti takon, ti shkon të takosh një që ka hik për shteti, një persekutuar. Ti e ke mentorat e ke pas, dhe eventuale Hristijan Mickoskit vazhdon të kesh mentor. Që të thuash mbrapa fut në burg kundërshtarët. Nuk është një është një propagande lodhur dhe sudiroj, informon nga burime serioze, jo nga koridore të erta, apo nga qeli, ku shpesh tregimet prodhohen me këmbim të lobimeve të dopta, që kanë ndarë boja. Sepse dallimi zotit Nikolovski në mes një shteti të së drejtës dhe një shteti të kapur, ku ti shërbën të ministrisë është se në shtetin e drejtës politika flet për drejtësinë. Nëse shtetin e kapur, drejtësia flet për politikën, zotin Nikolovski. Jeni pasionant për politikën, pra kur diskutoni shihet që keni një pasion pra në debatin politik. Pse reaguat kaq bujshëm ndaj Nikolovskit dhe pse vlerësuat se ministri i transportit dhe lidhjeve jep konstatime paushale lidhur me arrestimin e zotit Ilir Meta, i cili dihet botërisht është mik personal dhe familjar i Aleksandar Nikolovskit? Dëgjoj, do të thonë reagimi i tillë, ne sigurisht Sefer ti e di, ne jemi profesor edhe unë edhe ti, ne kemi edhe atë mangësinë profesionale për shkak se ligjërojmë përpara numrit të madh studentëve, posaçërisht në Fakultetin e Informatikës, në amfiteatër, unë gjithë jetës ligjëratat i kam bajtur në amfiteatër. Ka shumë student, pra sigurisht 8-9 student shpeshherë ndjekin ligjëratat dhe nëse flet me butësi, me një ton me zë të ulët, domethënë studenti kërkon që ta përsërisësh fjalën. Edhe kjo është ndoshta e met profesionale që për personin që kemi që ne e ngrem zërin pak më shumë. Dhe nuk është me një qëllim të keq, sikurse tentoi të interpreton Hristijan Mickoski kur reagoi deputetit Skender Exhepi, ku me një arrogancë të paparë, thotë mos mendoj se dikush friket nëse ti e ke ngren zërin. Pra ishte një arrogancë e tepruar dhe unë replikova edhe ndaj kryeministit Mickoski. Do të thash ke kujdes sepse unë ndëgjova arrogancën tënde, ti je kryeminist, duhet të sillesh dhe të përgjigjesh pyetjeve. Edhe rasti në fjalë, pra pse unë nuk kisha qëllim ta provokoj zotin Aleksandar Nikolovski. Pra parashtroja një pyetje shumë normale. 10 ditë përpara apo 2 ditë përpara ai u përgjigj ndaj deputetit të Levicës. Kishte pyetje dhe u përgjigj ashtu si e ka stilin. Nuk përgjigjet ndaj pyetjes, po jep përgjigje sikurse i kanë dhënë atij. Ai në mes tjerësh në atë përgjigje që s'kishte të bëjë me pyetjen e parashtruar, tha se e akuzoi Shqipërinë, tha se ish kryeministri dhe ish presidenti i shtetit zoti Meta është i burgosur politik, bëri një analogji në mes kryeministit aktual Edi Rama dhe ish diktatorit Enver Hoxha, bile parashtoi një tezë hipotetike, tha mos vallë ju doni të bëheni si ai. Tash kur tha si ai, a aludonte te ish diktatori Enver Hoxha apo aludonte te kryeministi aktual Edi Rama, unë nuk e di. Dhe unë parashtoj pyetje. Thash në bazë të çkajt ju e bazoni këto deklaratë, sepse ju nuk jeni person do si do. Pra ju jeni zëvendës kryeministri i shtetit, qeverisë Maqedonisë së Veriut.
Dhe nëse janë deklarata paushale, deklarata momentumi, duhet kërkoni falje. Për shkak se e ndëgjuam aty, qytetarët dhe unë nuk kam llogarit të prishim raportet me Shqipërinë. Ndërsa nëse bazohen në argumente, tregoni në bazë çfarë argumenti. Dhe ai si ka stilin në vend që të përgjigjet pyetjes parashtruar, ai nisi me kundër teza, kundër pyetje. Tash ai parashton pyetje mua si deputet. Pra sipas rregullores, ministrat janë të obliguar që të përgjigjen pyetjet e deputetëve. Sepse ajo nuk është vetëm pyetja e deputetit. Ai mund të jetë zëri i popullit. Vetë fjala deputet do të thotë zëvendës. Pra ne zëvendësojmë zërin e popullit në parlament. Mua ndoshta qytetarët kanë kërkuar të parashtrojnë një pyetje të tillë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ministrat duhet të përgjigjen. Ai konvenon ai përshtatet pyetje apo jo, duhet të përgjigje. Ai shkoi me kontrapyetje. Me kontrapyetje nisi Arben Taravari, lideri, nuk është hera e parë. Edhe ai Mickoski e kanë makth. Pra 2-3 muaj merren me Arben Taravarin në parlament, më parë janë marrë gjithnjë. Pra prej momenti që ne dolëm prej koalicionit Vlen, pra ai e ka makth Arben Taravarin në çdo paraqitje tyre, përmendet Arben Taravari, përmendet Gjoka Construction, përmendet Aleanca për Shqiptarët, përmendet Parti Margjinale, Aleanca për Shqiptarët e kështu me radhë, po nëse të merrem me ne. Nëse jemi aq margjinale, pse merresh me ne? Dakor. Edhe ai parashton pyetje Arben Taravari, pse ka shku ke Edi Rama, çka biseda ka vënë me Edi Ramën, e kështu me radhë, dhe normalisht. Tash ti nëse merresh me këto gjëra timta, atëherë unë përgjigjem. Pra, faktikisht Arben Taravari nëse ka shku ke Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë. Dhe Arben Taravari mund të ketë shku edhe si ish ministri i shëndetësisë, edhe atëherë si ministri i shëndetësie, edhe tash mund të shkojë si lideri i një partie politike. Po unë pra e ndëgjuam. Për shkak se ne e dim çfarë qasje ka ai. Pra ne e dim me kush je ti thash. Pra atë pjesën e parë e kishit hek. Unë thash, ti je personi, pra ti që ke shërbyer regjimit të kaluar Gruevskit, e dim çfarë regjimi ka qenë. Pra ku gjyqësia ishte kapur, sistemi i drejtësisë kapur, gazetarët persekutoheshin, ku kemi pas procese të montuara e kështu me radhë, ti ke qenë servil. Edhe tash po servilosesh në një regjim tjetër dhe tendenca jote kryesore është ta devijosh traseën e korridorit 8, që të mos kalon ka qafa e Thanës dhe ka kufiri ka Struga, pra ka Shqipëria. Dhe aq më tepër nuk është vetëm korridori 8, është edhe trasea e rrugës Bllath-Shkup, që është projektuar si autostradë, tash kthehet në rrugë ekspres. Pra kur kthehet në rrugë ekspres, gjithçka nisën prej fillimi, tenderimi, projektimi, ekspropriimi. Pra edhe bile ajo pjesë që është përfunduar nuk mund të futet në funksion. Pra ti tenton që ta shkpusish lidhjet me Shqipërinë dhe me Kosovën. Dhe e sforcon lidhjen, pra e korridorit 10D ta lidhish Serbinë me Greqinë, të cilën e mbante edhe për cilën zotoi edhe kryeministri i Serbisë Vučić dhe qeveria e Serbisë. Ne e dim deklaratat e tyre. E tani ti në vend që të përgjigjesh, jep këto deklarata, po ne e dim qëndrimin tënd. Ne e dim çka thoshte ai kur ishte bashkëpunëtor i Gruevskit, kur dilte, i kujtohen ato deklaratat atij prej Kërçove? Sigurisht. Ja, punëtorët kinez kanë artu se këto morën kredi atëherë qeveria e këtij 15 milionë euro për qeverisë kineze, për Sinohydros, kompanisë kineze me mbështetje qeverisë kineze. Punëtorët kinezë janë këtu për 3 vite kryet. Pa kur e thoshte vërtetën? Atëherë apo tash e flet të vërtetën kur del i promovon tunelet që do bëhen. Kuptoni ose jo? Po. Ose deklarata të tjera rreth zgjedhjeve lokale diku në vitin 2013 që të pamundsohen shqiptarët që të shkojnë atje, shqiptarët që vinin nga jashtë, që të shkojnë të votojnë kandidatin shqiptarë, kështu me radhë. Përndryshe sa i përket pasionit, zoti Snop, që me që rallë, por në dialog të lajmi shpreh edhe qëndrimet e mia personale, unë ju inkurajoj që t'jeni edhe më i zëshëm, sepse detyre e opozitës e kam pasur javën e kaluar zotin Arber Ademi nga BDI-a në këtë studio. Dhe i kam thënë që fakti që shqiptarët janë të degraduar në aspektin institucional dhe në aspektin e statusit të tyre juridik kushtetues është rezultat i pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të Vlenit në qeverisje, por një pjesë të përgjegjësisë e ka edhe opozita. Ju në një farë forme dhat indikacione se Nikolovski vazhdon të jetë në komunikim me Gruevskin. Është kjo e vërtet? Pra ne faktikisht sipas informacioneve që kuluareve që përflitet se ky është linku me Hungarinë, edhe me Orbanin dhe me Gruevskin. Edhe me Ilir Meta.
Po i vetëm vetë tha. Kupton, vetë tha, e pranoj se un kam mik, tha, Memzi Presta, do shkoj ke banese aty, do shkoj ke, domethënë, villa aty në det, dhe ai do vjen në orë, po s'ka lidhje, kupton? Un nuk e kisha qëllim ta kritikoj ish presidentin Meta, kupton? Para ashtu pyetje. Ndërsa ky, pra, sillet në këtë formë interesante, kupton, asgjë nuk marrin si argument. Pra, kur bëhet fjalë për aleancën për shqiptarët, se ato kanë averzion, thash, mak ndaj aleancës për shqiptarët, kryesisht ndaj zotit Taravari, po si duket edhe ndaj me, edhe ndaj deputetit Shaqiri, por kanë mak çdo pyetje, edhe ai edhe kryeministri Mickoski. E përmendin Gjoka Construction, 1100 herë kemi thënë. Ju e kontrolloni financat, policinë financiare, kontrolloni gjykatat, kontrolloni gjithçka. Nëse ka dyshime, ngreni me padi, ngreni iniciativë. Fundit koncesionin në fjalë, për cilën flasin ato, ka kaluar në qeveri, ka votu edhe Kristian Mickoski, ka votu edhe Aleksandar Nikolovski, pa asnjë vërejtje. Dhe ka qenë zoti Taravari që e ka nëlu atë tender. Pra ai nuk shkoi ai tenderi, kupton as pak. Pra ka qenë edhe pse ka kaluar në qeveri, Arben Taravari ka nëlu. Fundit, nëse pas ka qenë këto të vërteta, pse nuk e kërkuan dorëheqje për Arben Taravarit kur ishte ministër? Po Arben Taravari vetë dha dorëheqje. Imagjinoni, vetëm me këtë mirën. Në çdo përgjigje e përmendin atë. Normalisht un kam kundërtesë. Dhe në çdo përgjigje të tyre unë e përmendi 5 tona të marihuanë që kanë prej kufiri. Pra i thash me një moment ju silleni si ato me gjevrekun, kuptoni ose ato që vjedhin 2-3 qebaba hyjnë në burg, ato që bëjnë korrupsion sistematik nuk përgjigjen për as pak. Po tash o kryeministri ju drejtova Kristian Mickoskit. Po 5 ton marihuanë të kalojnë në kufi, pa prej erës me do mbyten njerëzit ato kufitarët. Pa lere më, për nuk ka gjasa pa mos qenë e organizuar kjo çështje. Pra ju nuk përgjigjeni për aferat tua, pra im shifni, im shenni, pra tentoni që të i relativizoni, 5-6 herë në foltore, parlamentit në vend që të përgjigjen dhe pyetjeve tona, përmendin një aferë dhe mbyten me këtë çështje. Dhe për atë arsye ishte ky reagimi im ndaj atij. Kuptoni aso, reagimi im që po ne e dimë kush je ti. Ne e dimë kush je ti. Shihni, në Ohër, zoti Sefer, në Ohër kemi mbi 5000 ndërtime pa leje. Se ky është prej Ohri. Po. UNESCO-ja, Aleksandar Nikolovski. UNESCO-ja gjithnjë ka shpreh vërejtjet e veta. Dega e VMRO-s në Po. Ohër. UNESCO-ja gjithnjë ka shpreh reagimet. 456 vendime kemi në Ohër për rënimin e objekteve. A i dini sa objekte janë rëzuar në Ohër? 0. Asnjë objekt. Këtyme asnjë nuk është bërë vonë për vërejtjet e UNESCO-s në lidhje me ndërtimet pa leje dhe ndërtimet e egra në Ohër. Asnjëherë. E tani kur duhet lidhet me Shqipërinë, korridori 8, referohen te UNESCO-ja pavarësisht se në traseën e korridorit 8 që duhet shkojnë në Qaftan nuk ka asnjë monument historik që e prek UNESCO-n. Pra imagjinoni çfarë ashini dyfisht. Ashini dyfish i këtij dhe ky sillet në atë mënyrë, ky çdo është sillet në atë mënyrë. Pra ky tha edhe në emision të nesërmen doli emision special që përsërit merret me ne. 15 minuta përsëri është marrë me lancën për shqiptarët, me mua personalisht dhe me zotin Taravari. Pra në emision prap tha, po çka nëse Edi Rama i dhënoi, punë e madhe, pra. Ai në emision tha Orbani i fiton zgjedhjet, ëh? Ai tha, po sipas indikacioneve që kemi, pra Nostradamus është bë, Orbani humbi zgjedhjet. Edhe thash zoti nuk i del edhe deklarati për Shqipërinë që thotë Shqipëria nuk do bëhet kurrë antare e Unionit Evropian, pra sipas parashikimeve që bën ky sigurisht nuk duhet mërzitet Edi Rama dhe Shqipëria, sepse i ka huq të gjitha parashikimet dhe do vazhdon ti huqe parashikimet normalisht, sepse fatkeqësisht kjo është qasja e tij. Po jo vetëm, edhe kryeministri sillet në formë të njëjtë. Se unë jam të fol prej foltores dhe ai prej vendi vërtet prap s'kan temë tjetër. Pra tentojnë që të nxjerrin një narrativ, krijojnë një narrativ se s'kan ku të kapen ndryshe. A vet kanë me qindra mira afera, po ky Mickoski ishte bashkëpunëtori i Gruevskit, sekretar general partia ishte, këshilltar për energjetik ishte. Pra ato vetë duhet të shohin çfarë jo konsistencë politike kanë. Pra e keni dëgjuar Mickosin deklaratat e Mickoskit, se un kam thënë edhe prej foltores. Që për jurisprudencën sot thotë jep përgjigje gazetarëve, po studentët shqiptar kanë drejt të japin sipas kushtetutës me kërkesë tyre provimin e jurisprudencës, të nesërmen ndon deklarata. Duhet ligj. Për Shqipërinë për shembull, si thoshte, Maqedonia është përpara Shqipërisë. A Shqipëria e ka hapur klasterin e fundit. Kur bëhet fjalë për kontestin me Bullgarinë, menjëherë reagon ndaj qeveritarëve të Bullgarisë dhe ministrave të tyre. Kur ishte ministresha serbe këtu,
në Kajmak Qëllan kur e dha dekretën skandaloze kundër Maqedonisë, Irin çfarë tha? Vetë tha, nuk e kam dëgjuar tha. Po. Nuk e kam dëgjuar tha, imagjinoni çfarë. Në kur bëhet fjalë për intervistë në media nuk u përgjigj fare. Nuk është konsistent, është kontradiktor. Kur bëhet fjalë për brohoritjet anti-shqiptare në Kumanov, edhe pse ishte në sallë prezent, edhe ato nuk i ka dëgjuar. Kur kërkoheshin komora gazi për shqiptarët dhe vdekje për shqiptarët, thanë nuk kam dëgjuar. Imagjinoni. Unë kam parashtyp pyetje Mickovskit. Jo, Toshkovskit, ministrit punëve brendshme. Mos vallë keni pranuar ndonjë SMS porositash për kryeministrit për mosbatimin e gjuhës shqipe. Sepse ditën e parë realizimit të Safe City, testimit, fazës testuese të Safe City, sipas statistikave oficiale që dolën ato, afër 40.000 shqiptarë kanë marrë SMS porosin gjuhën maqedonase. Normalisht ai nuk u përgjigj, tha do përgjigjem me shkrim, sot kësaj ditës ka marrë përgjigjen me shkrim. Por ja që ai i çon SMS porosi kryetarit të Strukës me Mendiqyrës për mos zbatimin e kushtetutës në lidhje me përdorimin e flamujve, por nuk i çon SMS porosi Toshkovskit për mos zbatimin e gjuhës shqipe. Pra deklarata kontradiktore. Pra kemi shumë, po normalisht. Ndoshta edhe zoti Bile, çka dha? E dini çfarë dha herën e fundit para disa ditëve? Zoti Snop, që vetëm një digresion. Ndoshta edhe zoti Mendiqyra i dërgon SMS sepse është i përzgjedhuri i tij midis tjerash. Sepse zoti Mendiqyra ishte kandidat i koalicionit Vlen, por edhe njëkohësisht edhe kandidat i VMRO DPMN-s dhe vetëm në atë mënyrë ai fitoi zgjedhjet lokale në Strugë dhe prandaj ndoshta Mickovski e merr të drejtën në mënyrë komode që ti drejtohet zotit Qyra në atë mënyrë. Edhe pse natyrisht unë nuk e mbështes një veprim të tillë, sepse ai nuk është veprim institucional. Ai është veprim tipik politikanesk ballkanik. E përmendet disa herë dhe sulmi që u bëhet Juve si Aleancë për shqiptarët e ka një formulim, një emërtim, Gjoka Construction. Po bëj një pyetje që në fakt doli një ditë si produkti një bisede me një koleg timin i cili në bisede sipër u shpreh se i kuptoi se të tjerët që ndrojnë pas Taravarit, por nuk e kuptoi, tha Halil Snopçen, që me gjithë aferën Gjoka Construction vazhdon të jetë në krah të Taravarit, lideri të Aleancës për shqiptarët. Po ua bëj pyetjen me që ju kam këtu. Ju keni besim të plot tek zoti Arben Taravari se është plotësisht i pafajshëm dhe nuk ka asnjë lloj ndërlidhje me aferën Gjoka Construction. Kjo është narrativa që thash. Pra narrativa që kryejnë ato që njerëzit të besojnë. Edhe personi me cilin keni komunikuar ju. Shumë persona, po njëri nga ata. Po njëri prej atyve, mund të keni mik, mund të keni shok, mund të keni panjohur, por rastësisht keni komunikuar, nuk ka lidhje, pra edhe ai beson në bazë të narrativës që krijojnë këto. E shihni, sikurse narrativa që tentoi të krijojë Izet Mexhiti, ju kujtohet? Kur tha Arben Taravari ka dhënë 7 lekë tha. Për licencë, për kanabisin. Edhe Arben Taravari demantoi. Dhe pa diti zoti Izet Mexhiti. Arben Taravari jo se s'kishte dhënë, po kishte marrë licencën. E keni qartë? Pra krijon një narrativ, edhe ti nëse ke shton njerëzit do besojnë. Edhe një pjesë njerëzve sigurisht kanë besu. Bile deputet të Vlenit dilshin me atë gjetën e kanabisit në statuset e tyre, po të njëjtën ditë ku Izet Mexhiti e lansoi këtë dezinformat. Pra kjo është qasje e tyre. Pra në dialog të lajmi ka qenë zoti Mexhiti dhe në këtë intervistë narrativa e quajti ministri i kanabisit. Pra narrativa që dëshirojnë të krijojnë ato. Dakord, kur nuk i shkon për shtati. Sepse VMRO DPMN është mësuar të ketë njerëz servil dhe të shfrytëzojë shqiptarët për qëllimet e veta. Ky është fakti. Arben Taravari në fakt vaprishi këtë strategji të VMRO DPMN-s. Sepse normalisht Arben Taravari ishte strumbullari kryesor i Vlenit. Pra, secili din se mos ishte mbështetje e Aleancës për shqiptarët dhe mos kishin dalë prej qeverisë në atë kohë me BDI-n, dhe ishte arsyeja që u ndam edhe me zotin Sela, ju kujtohet, Vleni nuk ishte, në atëherë Vlen nuk ishte asnjëfarë kapaciteti. Pra ne e bëm këtë përmbysje dhe këtë ndryshim me shpresë të madhe që do të mund të instalojmë një normalitet, sepse ju në hyrjen tuaj thatë se Halil Snopçe ka qenë kritikues shumë i ashpër dhe BDI-s është vërtet, nuk e mohojmë. Pra, është fakti pamohshëm dhe kemi bërë opozitarizëm. Bile ku shkoj me deputet ose eksponent të VMRO DPMN-s në debatën e emisionit Gjuhën Maqedonase, ato thonë, në të kaluarën ke fol dyshe, tash folën dyshe. Jo,
edhe në të kaluarën kam bë opozit, po juve ju ka konvenu se pushteti ishte LSDM-ja. Tash juve s'ju konvenon se pushteti është VMRO dhe BMN-ja. Pra, kjo është arshini, ju nuk jeni në binare të normale. E tash, kjo puna me këtë, faktikisht ai besojmë. Po normalisht shive, ai tregim që krijohet është qesharak. Ai tregim që krijohet është qesharak. Pra, tenderi as nuk është funksional, as nuk është marr. Pra, u anulu nga Arben Taravari. Pra, nuk është procesu. Pra, diçka që nuk është procesu, ato krijon film me atë. Një. Dhe gjëja tjetër. Pra, njeriu nëse dëshiron ta mbrojë vetveten, a do del në opozitbe nëse ka ndonjë aferë? Kush del në opozit? Hajde, po secili mbyte me të hynë pushtet, mbyte me të marrin privilegje, mbyten të marrin ndonjë vend drejtori, ndonjë pozite funksionare kështu me radhë që pikërisht për shkak të që të bëjnë korrupsion. Pse ne nuk e dim aferat e liderëve të Vlenit? Kush i mbron? Nuk e dim çështjen me ndërtimet pale në Çajir? VMRO i ka bëu ato materiale. Në kohën VMRO kur ka qenë opozit. Po të shumë është i mbajnë në sirtar. Kush i mbron? I mbron pushteti. Arben Taravari të ishte i përlym, nuk do dilte për qeverie të sjell ndryshimin. Nuk do dilte për qeverie që thot Mickoski te unë jam servili yt. Pra ju kujtohet, jo në këtë emision, në emisionin në një emision tjetër, unë kam thënë me një rast, nëse unë kam qenë i pari që kam deklaruar. Nëse në përkëmbën interesave shqiptare ne do dalim për qeverie. Kishte bujt madhe, bile të nesërmen shpejtoj, të nesërmen mëngjes Mickoski tha, ju qof rruga e mbarë, tu mendu se gjithë janë servil. Unë ju përgjigja, ke kujdes? E kemi seriozisht. Dhe ne kur morëm vendimin të dalim për qeverie, madje një pjesë e Vlenit thanë që kështu nuk bëhet politika si e bën zoti Snopçi. Po, ama shive, të jesh në lëkurën e Vlenit, dakord, po të jesh në lëkurën e Vlenit. Keni pasur reagime të këtilla që i thashëm sigurisht, po. Po shumë njerëz normalisht, se unë aq më tepër se isha koordinatori i grupit parlamentar. Pra isha deputeti që koordinonte grupin parlamentar Vlenit për 14 deputetëve. Po normal, mos harrojmë, ne kemi pak krenari dhe dinjitet, sepse u bë shumë, sepse nuk jam mashun dhe t'i shërbej qëllimeve të eliteve politike maqedonase të cilët tani e shfrytëzojnë atë momentin e tyre që t'i kthejnë proceset mbrapsht. Sepse ato kanë prit një moment ku do të ketë një shumicë absolute maqedonase, një forcë e jashtëzakonshme maqedonase me një fitore plebiscitare, kur do ketë një opozitë dobët nga ana e faktorit maqedonas, se më shumë e dobët, kur do ketë një përfaqësim shqiptar dobët në qeveri dhe të shfrytëzojnë momentin të kthejnë proceset mbrapsht. Pra, unë sinqerisht mendoja që ligjin përbalansues e ka shfrytëzuar ish qeveria me kontrollin në gjykatën kushtetuese të krijojë tensione me drejtnike, po me kalimin e kohës u binda se s'qen ka ashtu. Pra elitat maqedonase të cilët udhëheqin pushtetin tash e kanë bërë atë punë. Dhe duheshte ligji i ri të sillet në nëntorin e vitit 2024, tash jemi prill të vitit 2026, një vit e gjys, kur kundi. Ligji për balancues ligji për përvetësim të barabartë ka qenë një ndër arsyet që ne dolëm për qeverie. Se pam se s'ka kurgjë aty, se ka qenë premtimi ynë para zgjedhor. Bile mos flasim edhe ky ligj që ofrohet, tash është nuk e përmbush as pak standardet. Dhe shumë gjë, po a e shihni si bëhet marginalizimi i gjuhës shqipe. Po, shembulli i fundit, ja këtë javë, javën para një jave. Shembulli i fundit më i freskët, Agencioni për mbrojtjen e konkurrencës. Prej vitit 2013 në veçfaqe është gjuha shqipe. Po, tani nuk është gjuha shqipe, dhe kjo ndodh në shumë institucione. Kjo është shembulli më i freskët. Kemi përfaqësues shqiptar aty. Shumë ministri nuk e përdorin. Ministria jashtme dhe shumë ministri të tjera nuk e përdorin gjuhën shqipe. Jo, po ne kishim reagim pranë përmendi. Janë shkarkuar këtë me që thatë edhe në fillim që jeni matematikan dhe matematika është eksakte. Logjika që, edhe këtu logjike. Njeriu që e mbron vetveten, a do del për pushtet apo do vazhdoj të jetë pushtet? Po mundohem që logjika, ta marr përgjigjen e Halil Snopçës si individ, si qytetar, jo si politikan, jo si deputet. A keni folur personalisht me zotin Taravari dhe ta pyesni sinqerisht se a ka diçka të vërtet sa i përket aferës Gjoka Konstrakt? Normalisht se kemi folur. Absolutisht. Dhe konkluzioni del ky që po kurgjëve ka pas se aty për shembull në atë konkurs ka aplikuar vetëm një kompani.
s'ka pas aplikant tjerë. Sipas gjitha gjasave që mendojnë disa ekonomistë, aplikant prej Maqedonisë s'ka pas për shkak se qendra klinike në interes parashihet sigurisht të shkon sipas një projekti të zhvendoset diku tjetër. Dhe kompanitë vendase nuk kanë pasur arsyeshme se s'kan pas fitim. Sipas logjikës ekonomiste, kupton? Kanë konkurruar një firmë. Ka kaluar në qeveri. Pra qeveri ka marrë drejtë jeshile edhe për Aleksandar Nikollskit edhe për Hristian Mickoskit. Kupton? Vetë kanë votuar. Pastaj ka shfrytëzuar Arbeni për shkak të se studimi fizibilitetit se di çfarë konkluzion ka dhënë një konkluzion që nuk janë përmbush diçka. Edhe presioni i mediave dhe i opinionit publik maqedonas në atë kohë ishte jashtëzakonisht. Sidoqoftë, po shfuqizimin e ka bërë Arbeni. Edhe nuk është realizuar ky projekt. Prandaj bëjnë film atash se aju përshtat me momentin e daljes tonë nga qeveria. Dhe në pospasjen e argumenteve, në mospasjen e arsyetimeve tjera, pra janë veshën Arbenit këtë leqe, këtë njoll, dakor, të cilën e sforcoi edhe VMRTP dhe fatkeqësisht edhe Vleni, të cilët për shembull e lutnin Arbenin që të hyjë në koalicion me ato kur ishte Arbeni pjesë qeverisë, pra Arbeni dy herë ka dalë prej qeverie. Pra ka bërë shërbim atyve, po me shpifje, me arsenale të ndryshme, me gjithë këto teza të lansuara, po prandaj logjika elementare them edhe një herë. Ky është një silogjizëm. Pra, nëse je i përlym, do kërkosh mbrojtje. Në kërkosh mbrojtje, për ku do kërkosh mbrojtje? Normalisht për atyve që mund të mbrojnë. Në Maqedoni e thash në fjalim. E them prap. Në vend që politika të shërbejë drejtësisë, fatkeqësisht drejtësia shërben politikës. Kjo është e vërtetë. Dhe ti të mbajsh normalisht Mickoski mund të ndroje. Jo, të vazhdosh të jesh me Mickoskin. Ti del prej qeverie. E tash nëse del prej qeverie, ja prishën planet e Mickoskit. Se pas ka shqiptarë që nuk kanë qenë servil. Se Alisnop që nga serios, nuk ka dhënë dekret pa ushallas se të dalim se në përkëmbën interesa shqiptare. Pra nuk janë gjithë si Izeti, si Bilali, si Bekim Sali dhe ato tjerit. Pra ka shqiptarë të dinjitetshëm, edhe pse në moment caktuar. Azir Aliu në harove, nuk e përmend. Ai është njëri nga grupi. Nuk është Azir Aliu, mendoj që nuk është një faktor i rëndësishëm në grup. Azir Aliu është miku im i vjetër, të cilën e kam mbështet, i cili fal aleancës për shqiptarët u promovu edhe si ministër, i dham fuqi vendimmarrëse, i dham mundësi të dëshmohet dhe ai vendosi diçka tjetër. Unë nuk flas tash në lidhje me relatat dhe muhabetet që kemi bërë me Azir Aliun, se ato mbeten çështje private, por ai ishte vendimi i tij që koha do dëshmon se për çfarë arsye ka marrë një vendim të tillë. Unë mendoj se nuk ka marrë për çështje të parimeve politike, për shkak se e di se çka ka menduar dhe si e ka qenë vizioni i tij. Pra vendimi i Azir Aliut lidhet me çështje tjera të cilat do të tregoj koha në të ardhmen. Mendoni me çështje të karrierës personale. Nuk dëshiroj të komentoj ndryshe, po e di se çka ka menduar. Po, edhe kur një mik ta shpreh mendimin, ti beson atij mendimi. E tash ka dy variante, ose më ka mashtruar, ose është ajo që thash paraprakisht. Ju thatë që keni pasur mik të ngushtë. Vazhdoni ta keni apo ju ka ndarë politika? Jo, tash unë me ato që nuk mendojnë si unë politikisht, i konsideroj si kundërshtar politik. Te Azir Aliu është çështje tjetër tash, se kur ti ndahesh me mikun në atë formë, nuk ka hapësirë për komunikime normale. Unë nuk shoh arsyeshëm se unë konsideroj veprimin e Azir Aliut konsideroj si tradhti. Edhe ndaj me personalisht. Sepse tradhti është fjalë e madhe zoti. Tradhti po, unë ashtu konsideroj. Sepse unë kam pas besim maksimal, mik maksimal, person që ka pas dikim ke unë, edhe në krimin e opinionit tim politik. Bile person që ka pas dikim edhe në qëndrimin tim ka shi raporteve të Vlenit. Kupton, përpara se të marrim vendime. Kupton, ai ka pas, jo se ka pas dikim, Azir Aliu ka pas dikim, unë kam pas mik të ngushtë. Dhe të marrësh një vendim tillë. Po, Azir Aliu mundesh mos pajtohet me politikën e Tirancës për shqiptarët, qoftë të Taravarit, qoftë të Alisnopsës dhe të tjerëve. Po duhesh të fillimisht të tërhiqet, të distancohet një 7-8 muaj, një vit, dhe mbas një viti le shkojë ku don. Po kështu Azir Aliu, pra si ne që kemi dhënë suport, që kemi pas besueshmëri, që kemi bashkëvepruar, të merr një vendim të tillë që të hyjnë në pozitën e Arben Taravarit, kjo është tik bashkëpina. Prandaj unë konsideroj tradhti, jo tradhti e madhe, po politikisht dhe tradhti politike. Po, absolutisht. Është mendimim dhe raporti Kashi Azir Aliut e konsideroj në këtë formë.
A gjithkush tjetër për eksponentëve të Talianës për shqiptarët që kanë vazhduar të jenë të vlenit, ose të ish bashkëpartiakëve tanë me zgjidhjen selën që janë, konsideroj si mendime opinione politike me të cilat mund të kem komunikim dhe të vazhdoj të kem komunikim. Kupton, në këtë rast, okay, ne nuk themi se nuk të kemi asnjëherë komunikim, por humbet besimi, se ndryshe e shef. Sigurisht. E kam qartë pak a shumë pozicionin tuaj dhe raportin tuaj me ish tani më mikun tuaj, se kështu i bie. S'kam pas komunikim, për atë kemi pas një komunikim. Azir Aliu, pra nuk keni asnjë lloj komunikimi. Zoti Snop, që është hera e parë që unë po bëj një intervistë me ju, por më duhet ta pranoj se është intervistë intenzive, kështu që hapni disa tema në njëjtën kohë dhe kjo nuk është keq, por ndodh që kalojmë prej një teme në një temë tjetër. Unë ju premtoj se nëse ju ndërpres në ndonjë moment të gjitha temat do t'i hapim. Pra, mos e merrni si një lloj kufizimi, sepse jeni plotësisht i lirë në këtë intervistë, thoni atë çfarë mendoni dhe çfarë e ndjeni se është në të mirën e shqiptarëve. A mendoni se qeveria dhe institucionet do ta kthejnë Gruevskin në Shkup dhe do ta burgosin sipas ligjit? Domethënë një përshtypje juaj shkurtimisht nëse mundet. Nuk e di tash për momentin nuk mendoj se e kthehet, se aty ka procedurë, pavarësisht se lideri i opozitës që do formojë qeverinë në Hungari, zoti Maxhar, në deklaratë publike tha se edhe Gruevski përfshihet në grupin e njerëzve që janë në Hungari se do të deportohen, se do të kthehen, po aty juristët thonë se ka një procedurë. Fillimisht duhet të merret azili atij. Dhe vendimet që të merret azili është një procedurë e komplikuar. Po ai edhe mund të kthehet, se sipas rejtingjeve dhe sondazheve që dalin, sa janë të vërteta nuk e di, ai gëzon një farë reputacioni në Maqedoni, aq më tepër që e thashë në fillim, ne dyshojmë që ka linqe me disa struktura të pushtetit aktual, se u përmend zoti Nikolovski, sa është vërtet nuk e di, po në kulare përflitet se ai është linku. Gjithashtu unë thash atë që e thash për foltores së parlamentit dhe po është indikative ajo deklarata e Gruevskit që tha për Nikolovskin dhe për Mickovskin tash. Tash ai ishte deklaratë aktrimi që të defokuson mendimin apo është me gjithmend. Kur tha me dal të kem kujdes ta Nikolovski dhe Mickovski, tha me dal unë me disa të vërteta për Nikolovskin kryesisht, po edhe për Mickovskin, atëherë tha me mujë të tërë nuk dizet gjumi ato. Tash parashtrohet pyetja çka janë ato të vërteta që i di Gruevski në lidhje me kryeministin aktual dhe zëvendës kryeministin aktual. Pra, këto janë gjëra të cilat opinioni sigurisht irritohet dhe dëshiron ngacmohet, dëshiron të dije nëse qëndron. Po tha, vëmërohet të përmesh më e rëndësishme se këto dy persona dhe nuk dua të bëj probleme. Po nuk do të thënë se ai nuk mund të bëj probleme. Prandaj, kjo deklaratë e tij me këtë hipotezën që parashtron ju, nëse vjen në Maqedoni, me njerëzit të reagohet, hapen tema të ndryshme, por asnjë deklaratës së Mickovskit tha se kemi një vendim plot fuqishëm gjyqësor dhe ai nëse hyn në Maqedoni duhet të burgoset. Këto janë çështje që nuk mund të komentoj dhe nuk mund të paragjykojmë se çka do ndodhin. Po se nuk është një person do si do, është fakt. Se është një person që mund të prishë hesape dhe mund të dalin në shesh shumë të vërteta deri më tash të pathëna, është fakt. Si do ndrjedhë procesi do të shohim. Zoti Snop, që ju jeni profesor universitar, e tham që në fillim të emisionit, a i mbështesni studentët në kauzën e tyre për provimin e jurisprudencës dhe a është kjo një thirrje për zgjim kombëtar sepse statusi i shqiptarëve po degradon thellë? Unë isha në protesta. Mora pjesë, pavarësisht se gazetarët më pyetën pyetje, thash kjo është dita e studentëve, unë vetëm me pjesëmarrje dëshiroj të jap mbështetje, sot fjalën ja, po a them publikisht që keni bërë shumë mirë që nuk keni deklaruar atë ditë dhe nuk e keni keq përdorur protestën për qëllime individuale ose partiale. Po këtu ka një histori, nëse më lejon. Po, lirisht. Do të thënë, unë të them drejtën e tha që unë në hyrjen tuaj, pra jam mandati i dytë deputet. Pra në gushtin e këtij viti do të bëhen 6 vite që jam deputet. Por sinqerisht gjatë mandatit të parë, për shkak se si matematikan, ku e di çfarë, unë nuk e kisha dëgju se studentët shqiptar japin provimin e jurisprudencës në gjuhën vetëm në gjuhën maqedone.
Pra nuk e dija, thjesht, ndoshta është mangësi, po e din çfarë. Unë jam në Universitetin Juklindore, merresh me matematikë, me informatikë, nuk kam pas pika tanguese shumë me ato të juridikut, edhe rastisht askush s'më kishte informuar këtë çështje. Po pse e them këtë? E them për shkak se 2023-shin ne hynëm në qeveri me LSDM dhe BDI, kur ishim 7-8 muaj, se kemi qenë 2 herë ka një më pak se 10 muaj në qeveri. Po e vërtet. Atëherë dinim, unë e dija për shembull se problemet e administratës, të cilët ishin kusht për konkurse në punë, jepeshin vetëm gjuhën maqedone. Dakor? Dhe ministri i atëhershëm, ish miku im, e përmendëm paraprakisht, e mori iniciativën duke u referuar në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Po nenit 23. Sidoqoftë, që ja mos e themi nenet, po, edhe problemi i administratës sot bëhet në gjuhën shqipe. Këtë e bëni kuadri Aleancës për shqiptarët. Po s'kishte problem. Ishte një vendim ministri. Duhet të referohesh te ligji për gjuhën shqipe, dakor? Njësoj në vitin 2025 u bë edhe me provimet për mjekët profesional. Edhe ato jepnin në maqedonisht, tash japin edhe në shqip. Pra përkthehem pyetjen. Dakor? Edhe tani kur e kuptova këtë çështje, prandaj un kam marrë disa materiale, zëriseve. Si koordinatori i grupit parlamentar Vlen, pra ishim pjesë qeverie, kam parashtu pyetje ministrit drejtësisë. Në cilin muaj, në cilin vit? Çfarë tregoj? Pra, do të them un kam parashtuar në fund të nëntorit, fillim të dhjetorit të vitit 2024. 2024. Po. A mund ta fokusosh tek kamerat? Pra kjo është në gjuhën maqedonase, sepse shërbimet e parlamentit më kanë dhënë, normalisht unë pyetjen e kam parashtuar në 2 gjuhë. Pra, kjo është pyetja. Edhe këtu është përgjigjja e ministrit në atë kohë. Ministri e ka dhënë përgjigjen në 25 dhjetor. Prandaj, Ministri i drejtësisë. E tash do t'rregoj. Pra, kur e kuptuam këtë, si koordinatori i grupit parlamentar Vlen, kam parashtuar. Mund ta shoh? Po. Se është publike kjo, po. Do të thënë, ju keni parashtruar pyetjen në... Kjo është përgjigja, si tash do t'rregoj, parashtrua pyetjen pse studentëve shqiptarë nuk u mundësohet të japin provimin në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare, njësoj siç ndodh me provimin e administratës. Ka koincidencë, po pas keni të bërë më 28 nëntor 2024. 28 thash në fund të nëntorit ose në fillim të dhjetorit, sepse zakonisht ato vonohen. Edhe pse ministri për drejtësi ishte aty prezent, zoti Sefer, nuk më dha përgjigjen. Iku për përgjigjes, tha do të marrësh përgjigje me shkrim. Dakor? Edhe në përgjigjen e tij me shkrim, më ka dhënë atë përgjigje që shkruan aty. Pra nuk është kompetenca e ministrisë, pra vetëm 2 fjali ke aty. Pra kjo është përgjigjja e ministrit. Nuk është kompetenca e ministrisë, po me këtë duhet të merren grupe punuese në lidhje me ligjin për jurisprudencë. Dakor, ashtu shkon. Maqedonisht. Tash. Që në fakt nuk është e vërtetë. Okay. Pasi tash të vazhdoj. Kjo është manipulim i pastë. Pra, këtë kam parashtuar si koordinatori i grupit parlamentar Vlen. Pra, unë personalisht. Duke qenë deputet i pushtetit. Morëm një përgjigje të tillë dhe normalisht ishin 25 dhjetor e ka dhënë këtë përgjigje. Festat e fundvitit e kështu me radhë, dhe zakonisht parlamenti nuk punon deri 15 dhjetor, dhe unë mora përsipër që të ngrem iniciativë të propozojmë ligj. Dakor? Por u konsultova me kolegët e mi në Universitetin e Evropës Juglindore. Mos përmend emrin se s'kam marrë leje për tyve, ku nuk e di atë dëshirojnë se ishte bisedë private, dakor? Dhe kërkova ndihmë të përpiljojmë ligj, ku do mundsojmë studentëve shqiptar që të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Por ato më dhanë një përgjigje interesante. Halil, nuk është kollaj është të bëjmë ligj, ne mund të propozojmë ndryshimet të ligjit me një herë, 2-3 orë punë. Ndryshime dhe plotësime të ligjit. Po çka është problemi? Ato thanë ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe thonë se në qoftë se instancat tjera nuk kanë bërë harmonizimet e nevojshme në afat për një viti, atëherë patjetër të zbatohen dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe këtu për shembull ne nëse propozon ti si parti në pushtet në atë kohë një ligj për provimin e jurisprudencës, atëherë do të ngelesh shprehi. Për çdo kërkesë tjetër, për çdo nevojë tjetër, për të drejtë tjetër, duhet shkohet me ligje. E kur shkohet me ligje mund të ketë pazare, sende, muhabete, stërzgjatje, sikur se ndodh me ligjin për profesim drejt barabart. Pra një vit e gjys kemi u pala kërkundis jemi. Dakor? Dhe ato thanë se bëhet, domthon prishet normaliteti. Pra rekomandimi i tyre ishte që duhet të insistohet të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve.
që lejon edhe përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe normalisht së shpejti ne dulëm prej qeverie dhe nuk ishte mundësi që të bëjmë insistim nëpërmjet ministrave tonë të Aleancës për Shqiptarët, zoti Taravari dhe atëherë zoti Arben Fetai të bëjmë të shtim, po edhe ishim dulëm ma prevleni. Dakor, dhe sune ecëm këtë punë. Sepse rrezik është të bëhet me ligj, sepse nëse bëhet me ligj, ku është rreziku? Pra referohem logjikës së tyre, tash e di edhe më mirë. Kupton se përvoja e bën veten, pra tash e shfrytëzojmë logjikën. Tash e shfrytëzojmë logjikën këtu. Ku është problemi? Problemi është që çdo rast tjetër duhet të negociohet me ligj të ri. E jo, ti e kufizon zbatimin. Atëherë në këtë mënyrë realizohet qëllimi i elitave politike maqedonase të udhëhequr me Hristijan Mickosin dhe këtë qeveri, për cilën fatkeqësisht shërbenin edhe këto të vlenit, që të mos shfuqizohet ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në gjykatën kushtetuese, po barozohet me zero. Se ka atë peshën universale të ligjit, nuk e ka peshën e zbatimit automatik, sepse çdo e drejt tjetër duhesh ka të negociohet. Dhe për çdo kërkesë tjetër, në çdo instancë tjetër duhesh ka ligj të sillet. Pra, kjo nuk është e logjikshme. Për çdo fushë, për çdo institucion, për çdo organ që i bie prandaj shfuqizim praktik i ligjit të gjuhës. Unë nuk kam dilema se këto dëgjojnë një mundësi. Dhe propozojnë një ligj. Sepse ne prandaj unë se kam propozuar atë kohë, se tregova historiatin. Se ishte rekomandimi kolegëve të mi të Universitetit të Evropës Zyrtare nga Fakulteti Juridik. Domethënë mos e bëjmë këtë presedanin. Dhe prandaj këto bin në Grack këto vlenit. Në Grackën e VMRO të Pomres. Pra kjo është Gracka e tyre që të mundsojnë, që të detyrojnë se gjithçka tjetër të negociohet me ligj të veçantë në vend që të zbatohet drejt për drejt ligji për përdorimin e gjuhëve. Dhe në këtë Grack fatkeqësisht bin edhe këto të vlenit. Si bin këto të vlenit në Grack? Po e dim që dalin me deklarata tash kur është miratur ligji, Talat Xhaferi pas ka në shkujt dhe nuk e ka parapar që të jetë në gjuhën shqipe. Okej, po ai ligji nuk parashihet në gjuhën maqedone, nuk thot provimi jurisprudencës të bëhet në gjuhën maqedone. Po shqip s'ka, po edhe maqedonisht nuk është. Që i bie duhet zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve. Maqedonasit maqedonisht, shqiptarët shqip. Ose shkojnë deri në atë shkallë, banalizojnë çështjen në çfarë gjuhë pas ka dhënë provimin djalit Talat Xhaferit. Çfarë banalizoni? Pas kanë qenë 6 ministra shqiptar. Okej, BDI ka 1000 faje. Po kjo nuk është arsyetim që ti në këtë periudhë 2 vjeçare mos marrësh iniciativa. Po e rrezikshme është që unë kam frikë se këto do të propozojnë ligj. Do miratohet ligji, studentëve shqiptarë do mundsohet të jepet provimin në gjuhën shqipe, po në fakt do krijojnë një presedant. Do nënvlerësojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve, që pastaj mund të ketë reperkusione shumë negative për të ardhmen, për kërkesa tjera. Pra ne tash në vend që të shfuqizohet gjykata kushtetuese që ishte qëllimi primar, po tash është në sirtar, kanë pak se rezistenca ishte e madhe, ato e bëjnë shfuqizimin nëpërmjet metodave mirë të përgatitura, një strategji perfekte e përgatitur nga natyra. Gjithashtu ishte ndrimi i deklaracës së Hristijan Mickosit. Si tha, studentët shqiptarë tha, kanë drejt të japin, tha, po se u amundson. Të nesër më ndroi. Pse e ndroi? Se dikush e ka thënë këtë strategji atij. Po fatkeqësi to shqiptarët tjerë i shërben. Ai shef deklaratat e tyre. Izet Mexhidi thot gjuha shqipe nuk është zyrtare. Bilal Kasami thot gjuha shqipe nuk është zyrtare. Okej, tash thon. Kujt i shërben? Po çka kanë thënë? E shihni rrjetet sociale që kanë thënë në kaluarën? Edhe Bilali ka thënë gjuha shqipe është zyrtare, edhe Izeti ka thënë gjuha shqipe është zyrtare. Pra jo konsistencë e deklaratave. Kujt i shërben me këto deklarata? Ose deklarata skandaloze e Bekim Sali. Skandaloze. Mos thuaj më mirë hesht. Si tha Bekim Sali? Bekim Sali tha në dogana nuk duhet përdoret gjuha shqipe për shkak se di komplikojë proceset. O njeri, pa më mirë heshbe, se ne e dim se ligji për gjuhën shqipe nuk zbatohet në nivelin e duhur. Ne e dim atë, nuk është zbatuar asnjëherë. Unë vetë kam thënë se statusi i gjuhës shqipe është statusi i gjuhës përkthyer. Po ligji të mundson dhe ky nëse smundemi me njëherë le të jetë një proces evaluimi dal nga dal dhe hap pas hapi të futet në gjitha instancat. Ti me këtë deklaratë pa mundson ose deklarata ditën e protestave të studentëve, që të referohem në të protestat e studentëve, një ditë ose ditë përpara ose atë ditë dilshin me statuse. Nuk është zyrtare. Çfarë dëshiron? Dëshiron kryesh konfuzion. Dëshiron që të krijosh huti, që njerëzit thonë pse vetë shkojnë proteste, po nuk qenë zyrtare gjuha shqipe. Po çfarë kërkesa ne pas kemi drejt të kërkojmë diçka të tillë për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai keni pas si sillen. Pra, e shfrytëzon Mickoski për deklarata për të realizuar qëllimin e vet. Pas kanë qëndrim. Kjo është fatkeqësia e Vlenit, se unë asnjëherë në parlament nuk jam marrë me Vlenin. Po sigurisht. Po në emision e them, fatkeqësia, shive, ato nuk kanë deklarat për asnjë fenomen politik, nuk kanë mendim për asnjë fenomen politik, s'ka si dalin me deklarata. Ato vetëm citojnë eksponentët e VMRO-s. Pra, për Korrelën 8 e citojnë Nikolovskin. E përmendin
UNESCO, çfarë UNESCO eve? Çfarë UNESCO, kur asnjë se kanë marrë parasysh UNESCO të tjerit. Për Safe City e citojnë ministrin e punëve brendshme. Toshkovskin. Për arsim sipëror e citojnë Janevskën. Shka delzëmens ministri për arsim, ma citojnë Janevskën, tregon se për ato databazat senet, kupton mos hym aty. Për jurisprudencën e citojnë Mickovskin. Njerë thanë ka pak probleme, kur Mickovski tha ka drejt, me njerë drapun të thonë se ka drejt, dhe kur tha s'ka drejt, prapë thanë duhet ligji të ndrohet. E nga nga tjetër, ose heshtin, pra, ose citojnë eksponent, për Ministri i Ekonomisë e citon Ministreshën për Financa për 200 milion euro, hua prej Hungarie për kompanit, që asnjë kompani shqiptare s'ka marrë asnjë dinar. Ai thot, njësoj tha edhe Ministreshën për Financa, me një rast, thot, askush nuk, secili që ka drejt të konkuron, dhe ato që plotësojnë kushtet mund të marrin. Kupton, për 200 milion euro asnjë kompani shqiptare s'pas ka plotësuar kushte. Ose heshtin për shembull ndaj deklarave skandaloze të tjerëve. Kishim deklarata skandaloze të kryetarit të gjykatës kushtetuese. Po u tallbe ai jep gjykime politike, ai nuk është politikan. Ai duhet jep gjykime juridike. Deklarata skandaloze do heshtin, asnjë koment. Së fundi kishim deklarata skandaloze të drejtorit të entit statistikor në lidhje me regjistrimin e vitit 2030. Ato prej tash e masin pulsin. Thot, vitin 2030 do regjistrojnë vetëm qytetarët rezident. Çka dëshiron ti të bësh? Ne dulem me reagim se lancë për shqiptarët normalisht, e kundërshtuam, mos i shkojë mendja një gjë të tillë. Pra, po këto vlenit heshtin. Pra, ose heshtin, ose japin deklarata citojnë të tjerëve. Deklarata të tjerëve që nuk është qasje në rregull, unë mendoj, pra ne me një rast tjetër thash, kupton, ato fatkeqësisht vetëm marrin pjesë në qeveri, jo në vendimmarrje. Vendimmarrjet i kanë lënë komplet Mickovskit. Pra ato sillen sikurse me marr pjesë në lojrat olimpike. Me nënësi është pjesëmarrje, por rezultati nuk është me nënësi. To nuk janë lojra olimpike. Kjo është çështje politike që faktikisht duhet të angazhohesh për fatin e qytetarëve, për ardhmërinë e qytetarëve. Se këto sillen sot për sot me këto deklarat. Interesant, se edhe Mickovski ashtu. Shikoj, këto sillen ta kalojmë ditën e sotit pa mos menduar të nesërmen. Unë i thash Mickovskit për voltore, ke kujdes se ai që nuk mendon për të nesërmen do të jetë në telashe pa përfunduar dita e sotit. Ai sillet me atë arrogancë, me atë komoditet, edhe atë i thash. Thash, ti ke marrë mbështetje 2 cikle radhazi, por mos mendo se ky komoditet vazhdon çdo herë. Se niveli i ujit tash i lartë, kur është niveli i ujit i lartë, peshqit i han mizat, po niveli i ujit mund të bjerë, pastaj mizat fillon procesi i kundërt, mizat i hanin peshqit. Ke kujdes, ajo varet për nivelit të ujit, nuk varet krejtësisht prej teje. Sa me kokforci kërkojnë argumente ta mbulojnë vërtetën e vet. Që nuk është vërteta e vërtet. Pra me kokforci kërkojnë fakte ta mbulojnë vërtetën e vet. Edhe me jurisprudencën. Hajde tash. Proceset gjyqësore duhesh ka vetëm maqedonisht. Po çfarë e vërtetë? Po 100 shembuj ka ku proceset gjyqësore zhvillohen në shumë gjuhë, që janë përmendur edhe shtetet, ose provimi i jurisprudencës. Po në Indi në 11 gjuhë gjepesh ka, unë se disha. Në Hong Kong jepet në 2 gjuhë, kinezisht, anglisht. Mos flasim Belgjik, Zvicër, Kanada. Në Belgjik komuniteti gjermanofon është diku 1%, ndoshta pak më tepër. Këtij komuniteti i mundsohet dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën gjermane. E shef, mbile në Izrael mundesh ke në hebraisht dhe në arabisht. Edhe Izrael, kishte si mund ti? Si ta kufizosh? Ta kufizosh, domethënë to duhesh ka të jenë gjykatës dhe prokuror. Po askush në ligj nuk shkruan se ti nëse jep provimin e jurisprudencës të bëhesh gjykatës ose prokuror. Përmendet kuadrat e Aleancës për shqiptarët që kanë mundsuar, pra kanë bërë një hap para dhe ju e thatë, pra sa i përket provimit për nëpunësit shtetëror në administratë dhe për mjekët profesional, që është një avancim. Megjithatë, Ministri i Drejtësisë ka qenë edhe një kuadër i Aleancës për shqiptarët, zoti Krenar Lloga. Pra i bie që zoti Snopçe edhe ju si parti atëherë e bashkuar keni qenë pjesë apo keni një pjesë të përgjegjësisë politike, natyrisht. Normalisht, se nuk them se nuk janë bërë gabime, kuptoni aso. Edhe pse pra tu është bërë sigurisht gabim, pra këtë aspektin logjik nuk kemi marrë parasysh. Normalisht. E aspektin logjik e shpjegova, mendoj. Po. Pra mos e bëjmë presedant se nëse sillet ligji, humbet karakteri universal i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Se nuk mund të negocojsh veçmas rast për rasti. Dakor? Edhe këtu sigurisht ka qenë një gabim, se Krenar Lloga, ministri i drejtësisë,
jo se s'ka pas vullnet. Sipas gjitha gjasave, se ai faktikisht në janar të vitit 2024 ka formuar komisionin dhe ajo teza e presidentes Gordana Siljanovska se komisionet, dy lloj komisioneve nuk kanë efekt, nuk mban. Se Krenalloga pas ka formuar komision kur ka qenë ministër për provimin e jurisprudencës, ku ka bë mix antar. Aty ku antari është shqiptar, zëvendës antari është maqedonës dhe anasjeltas. Pra eliminohet problemi të cilën e eksploaton kryetaria e shtetit Siljanovska. Dhe dy, po ashtu Krenalloga pas ka propozuar ligj, që mendoj që është gabim, se nuk duhet të shkohet me ligj, duhet të direkt të zbatohet, po normalisht dy mendje janë shumë më efikase se një mendje, 3 mendje dhe më efikas. Unë prandaj u referova te profesorët e juridikut në Universitetin e Universitës Lindore, të cilët më kanë dhënë këtë rekomandim. Se dhe unë vet, pasisht kur ishim vlen, unë nisa iniciativën të propozoj të bëj ligj, nuk më shkoi mendja se mund të jetë problem. Do shte edhe zotit Krenalloga në atë kohë nuk ka shkumbendje, por Krenalloga ka pas vullnet sipas gjitha gjasave, sepse propozim ligji për provimin e jurisprudencës që të futet e Shqipja në janar të vitit 2024 Krenalloga e ka propozuar. Dhe ai ligj është shek prej parlamenti në kohën e kësaj qeverie. Pra ajo ka qëndruar në sirtarat e parlamentit. Pra nuk është efektuar, por Krenalloga fundit është shkurt. Nuk ishte gjatë periudhës ministrit drejtësie, sepse me Krenallogën unë e mbaj mend se nisëm ne edhe iniciativë tjetër. Iniciativa e transliterimit të emërtimeve. Se unë kam përmend në parlament. E dini pse? Për shkak se shihni, unë e kam përmend reprezentacionin e Zvicrës në futboll para disa viteve. Emri Shaqiri ishte SH, pra i shkruar shqip. Emri Xhaka, ZHAKA, Xhaka shqip. Po emri Xhemailit që lunte për reprezentacionin e Zvicrës ishte Djemaili. Pra nuk ishte origjinal në shqip. Pse? Për shkak se në Maqedoni emërtimet si bëhen? Emërtimet përkthehen në anglisht prej maqedonishtes, pastaj në shqip. Kjo është transliterim. Dhe nisëm formu komisioni, Krenalloga e bëri komisionin, po fatkeqësisht ishte një afat shkurt se duheshte më të përkohë dhe sune zgjodhëm këtë problem. Unë mendoj tash, pavarësisht se me Krenallogën ne mundam në dy përbërje të ndryshme, unë nuk mund ta akuzoj zotin Lloga se s'ka pas qëllime të mira dhe iniciativa për zgjidhjen e disa çështjeve. Ju jeni tashmë opozit. Pse ju si Aleancë Kombëtare për Integrim së bashku me BDI nuk organizoni protesta, me që po thoni po e artikuloni edhe ju si deputet dhe si përfaqësues si Aleancës për shqiptarët, se të drejtat kolektive të shqiptarëve po shkelen dhe po ndodh diskriminim i hapur institucional ndaj shqiptarëve. A do ta parashtroni këtë si ide në forumet e Aleancës dhe normalisht lideri juaj t'ia përcjell zotit Ahmeti që megjithatë është koha që të organizohet një protest, po themi popullore, jo vetëm e studentëve, sepse siç po shihet studentët ndoshta janë lënë pak të vetëm. Natyrisht ju e thatë që keni marrë pjesë në protesta. Do të thënë, gjithë pra problemi në Maqedoni, do të kthehemi te protestat. Do të thënë edhe këtë. Problemi në Maqedoni nuk janë ligjet, sikurse ligji për punën e gjuhëve, nuk është kushtetuta. Pra, edhe pse ne nuk pajtohemi me definimin e gjuhës shqipe si 20%, po përsëri ajo ka të bëjë me shqiptarët. Nuk është ligji për jurisprudencën, pra në Maqedoni problemi është mentaliteti i përgjithshëm i maqedonasve. Pra ato kanë mentalitet Maqedonia e maqedonasve. Dakor, se gjithçka të bëhet me tjerit, pra ato angazhohen për barazi, po e di çfarë, unë të jem pak më i barabartë se ti. Pra unë të kem atë supremacionin. Dakor? Dhe çdo kërkesë shpesh komentohet nga tyme si kërkesë ekstreme, shovenizëm, nacionalizëm e kështu me radhë, pra të kenë atë supremacin. Kjo është sjellja e tyre, është një dogmë e tyre që fatkeqësisht realizohet me këtë qeveri. Dhe fatkeqësisht një pjesë e shqiptarëve shërben realizimit të atyre qëllimeve. Pra, e një çfarë, unë kam thënë edhe me një rast tjetër. Shive, e drejta, liria nuk është në çështje partikulare, severa, është një çështje universale. Në kuptimin se sa më shet tepër të drejta, sa më tepër liri kam unë, ajo reflekton pozitivisht edhe të drejtat e lirit tuaja. Pra, nuk është një çështje parciale se unë nëse marr një të drejtë, një copë të drejtë, ti do humbish prej copave të drejtave tua. Pra unë nëse kam të drejtë të jap provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, ti do humbish edhe ti hipotetikisht flas ose ai Maqedoni. Ai prapë do vazhdoj të japë Maqedoni, ai nuk u bën kur gjë. Bile të relaksoj pak më shumë situatën se unë do jemi kënaqur, do mbetemi kënaqur dhe do jep pak më shumë mbështetje këtij shteti, prosperitetit të këtij shteti, se nëse kam kufizime,
unë kam rezistencë edhe ndaj shtetit, dakord? Pra, kjo është qasje mentalitet i tyre. E tash, normalisht, qasje rrezikshme është, siç thash edhe në fillim. Pra, është një momentum, duke marrë parasysh edhe geopolitikën e përgjithshme, krizën e përgjithshme ku shtetet evropiane nuk janë koncentruar për Maqedoninë, nuk i bëhet vonë të shumë atyre për aktualitetet në Maqedoni dhe shfrytëzojnë këtë momentin ta kthejnë situatën përpara marrëveshjes së Ohrit. Se tre shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit çka ishin? Decentralizimi, që edhe ai kërkundi nuk është, pa hajde mund të durojmë, të vazhdojmë kështu. Është përfaqësimi i drejtë i barabartë dhe është përdorimi i gjuhës. Zyrtarizimi i gjuhës. Përdorimi i gjuhës 2018 nuk bëhet zyrtare, pavarësisht se nuk përdoret zyrtarisht. Unë vetë kam thënë, kam kallëzuar edhe në medium shumë shembuj me dhjetra ku nuk përdoret. Edhe parlament, ja, pastaj më ka për fjalë për parlamentin të tregoj se si nuk përdoret zyrtarisht. Pra, nëse hiqet, shfuqizohet ligji për gjuhët, që kishte një tendencë në gjykatën kushtetuese, nëse ajo tendencë e ajo strategji nuk realizohet, ato do mundohen me strategjinë tjetër, që mos zbatohet, po të relativizohet me ligjet të reja, e sqarova paraprakisht, edhe përfaqësimi i drejtë, që ka një propozim mendoj skandalos. Do ta diskutojmë më vonë propozimin. Ne tash normalisht jemi në fazën e demokracisë. Jemi në fazën e demokracisë, mundohemi me metode demokratike, po nuk përjashtohen, nëse preken këto shtyllat e marrëveshjes së Ohrit. Në asnjë mënyrë ne nuk do të heshtim, sigurisht do të protestojmë. Protesta është e drejtë elementare demokratike, ne nuk kemi mekanizma të tjera. Keni fjalën do të protestoni edhe në rrugë, para institucioneve, para qeverisë, para parlamentit, para gjykatës kushtetuese, para po do të shfrytëzojmë çdo mjet të cilat në përkëmbë. Do të bëjmë luftën në parlament, do të bëjmë amandamente, nëse mbi votojmë dhe nuk merrem parasysh vërejtjet tona, çka do bësh? Për shembull, ne nuk mundemi të pajtohemi në përkëmbjen totale të interesave. Pra ne si Aleancë për Shqiptarët bëm një potesë. Dulëm prej qeverie, të japim një mesazh VMRO-DPM-s. Deri më tash nuk e kemi realizuar atë qëllim. Pra VMRO-DPM-ja me mekanizmat e veta të tjera dhe me bashkëpunim me Vlenin, ka arrit ta mbajë edhe përkundër veprimit të Aleancës për Shqiptarët një strukturë servile, një strukturë që shërben interesave të nomenklaturës së elitëve politike maqedonase. Fatkeqësisht, si unë thash parës, ose heshtin ose citojnë deklaratat e tyre. Unë s'kam pa një deklarat autonome të Vlenit. Pra, ato kishin një amandman për shembull për Universitetin Nën Tereza e tërhoqën gjatë buxhetit. Unë mendova se do kenë dyshim po u tërhoqën. Premtimet pompoze pra, gur themeli bëhet e kështu me radhë vetëm me 900.000 euro, që është 2.5%. Zotis në pse kjo është, këto janë fakte. Kuptoni ose jo? Këto janë fakte ose shërben deklaratave dhe qëllimeve të Mickovskit. Mickovski çon të japin ditën e protestave deklarata se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Kush i çon? Kush i çon ato të japin deklarata të tilla? Dhe të ndryshen mendim. Unë se dije, por rrjetet sociale janë nxorën. Çfarë ka thënë Bilalli të kaluarën, çfarë ka thënë Izeti të kaluarën. Dhe çfarë thonë sot? Nuk janë ato do të faktikisht ndryshojnë deklaratat bash ditën e protestave. Pse? Kush të çon ty? Po leve studentë le protestojnë. Po s'kishin guzim të nënshkruajnë rezolutën be. Ne nënshkruajtëm deputetët në parlament, nënshkruajtëm rezolutë, nënshkruajtën edhe Bexhan Iljazi, nënshkruajti edhe Sali Murati, nënshkruajti Fatmir Bytyçi. Nuk ishin këtë koalicione daki, dakord? Deputetët e Vlenit nuk e nënshkruajnë rezolutën për të drejtën e studentëve për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, që ishte iniciativë e studentëve. Pre kujt kanë frikë? Pse nuk kanë guzim të nënshkruajnë? Parashtrohet pyetje, por këto janë çështje hipotetike që unë parashtoj që habiten. Për një mund të një dinjitet elementarëve, një krenari elementarëve, kur angazhohesh për interesat e popullit tënd, të angazhohesh leve atë postin be, për leve atë privilegjin be, kanaleve se do na gjykojë historia është e pamëshirshme sever. Historia është pamëshirshme. Në një të ardhme të afërt ose të lagërt mund na gjykojnë që edhe posti ka kulturë të buta. Dhe ka shumë beneficime. E prandaj Arben Taravari ka pushteti. Dhe Aleanca për Shqiptarët kanë dëshmuar që distancimi nga pushteti dalin prej qeverie dhe ne nuk e kemi me çdo kusht jemi pjesë qeverisë. 2 herë kemi ndëshmuar, 3 herë faktikisht. Hera e parë me Zjedin Selën, ju kujtohet Ministria e Byrekut, kur lideri i Aleancës për Shqiptarët ishte Zjedin Sela, e lëshuam qeverinë. Hera e dytë me Arben Taravarin, kur dëshironim të bënim këtë përmbysje rotacion të pushtetit, se mbas 20 vite thonë BDI është shumë gjatë 20 vite, shpresonim se do vijë një garnitur e re më e pastër, por nuk doli ashtu dhe herën e tretë kur dolëm nga Vleni, dolëm nga koalicioni me VMRO-DPM-s, me VMRO-DPM të japim mesazh Kristian Mickovskit ka dalë, dallazhe, nuk shkojnë kështu politikat që dhe strategjia jote. Pra shqiptarët nuk do të dakordojnë me këtë qasje. Kuptoni ose jo? Pra
Ne kemi ditë të dalim, po që kjo është takati jonë, që të çka të bëjmë. 2008 Ali Ahmeti, kur protestonte kundër Nikola Gurevskit, kishte një porosi për atë kohë interesante. Ka dal Nikol se i ke hipur kalit mbrapsht. Se Ali Ahmeti din këto, se e ka stilin që të përdore të figura stilistike. Stilin e folklorit popullor, po analogjia ati i shkon, neve qeve ndoshta nuk shkon, se mund t'i ngatrojmë sa. Po analogjia qëndron. Të ngelim tek matematika dhe tek saktësia më mirë se sa të shkojmë tek folklori. Unë një mbajta për fjalë, thash që do t'ju pyes për të gjitha çështjet që dëshironi dhe mendoni se janë me interes publik. Thatë që do të flisni për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, por para se të kalojmë tek kjo pyetje, në fillim të mandatit si deputet, keni pasur ofertë që të zgjidheni kryetari i Kuvendit? Të këtij mandati dytë. Po, pasi se ne ishim opozitë. Jo, pasi ishit së bashku me Vlenin, po. Shihni, para zgjedhjes që ta qartësojmë për publikun, para zgjedhjes së Afrim Gashit. Po, dakor. Shive, Vleni përbëhej për 14 deputetëve. Dakor. Një ishte Bekim Qoku dhe 13 tjerë. Për 13 deputetëve, 5 ishin të Aleancës për shqiptarët. Pra ne ishim partia më e përvetësuar në kuadër të Vlenit. Dhe normalisht partia ime, eksponent partisë time, faktikisht ofruan që unë të jem kandidat për kryetar parlamenti dhe sipas gjitha gjasave, nëse ne insistonim që si Aleancë për shqiptarët në kuadër Vlenit ta kemi kryetar parlamenti, nuk mundeshin ta kundërshtojnë. Si ishim grupi më i madh të deputetëve dhe kjo ishte ofertë, është e vërtetë. Janë qarkullu, kemi bërë biseda, është bërë debate në këshillore. Unë kam refuzuar, s'kam dashur të jem kryetari i parlamentit për shkak se nuk i pëlqej funksionet protokollare. Pas keni pas nuhatjen e mirë politike, edhe pse po, ma keq do të ishte. Ma keq ishte dal prej qeverisë si kryetar i parlamentit sesa si koordinator i grupit parlamentar. Mendoj që po. A përdoret gjuha shqipe në kuvend dhe përdorimi i saj zyrtar, a është rezultati vullnetit politik të pushtetit apo presionit të opozitës? Edhe presionit të opozitës normalisht, sepse tash unë e shoh se ka tendencë të përkthehen, po gjuha shqipe është gjuhë e përkthyer seper. Nuk është përdorim zyrtar. Shve, unë kam pas debat në mandatin e kalum me presidentin aktuale, ajo ishte deputete, Gordana Siljanovska. Se deputetët vëmërosën një komision, pra komisioni për çështjen e rregullores, se në udhëheq të ish kryetari i parlamentit zoti Tala Xhaferi, se ishte kryetar parlamenti, duhet të sillet rregullore e re, duhet të ky kompromis të ketë. Pra ato kishin averzion, nuk e pranonin dokumentet në dy kolona. Maqedonisht shqip. Bile kushti është kolona e parë jetë maqedonisht, kolona e dytë jetë shqip. Pra nuk kërkonin, pra ato kërkonin vetëm maqedonisht. Edhe un kam replikuar asaj presidentit aktual në atë kohë, them si s'keni turbe. Po ju pas keni averzion te gjuha shqipe. Ju nuk mundesh keni as të duroni që të figuron gjuha shqipe tash. Kush ju çon gjuhën të lexoni kolonën e gjuhës shqipe? Mos e lexoni. Lexoni vetëm kolonën e gjuhës maqedonase pik. Dakor, ato çdo herë kanë kërkuar diçka të tillë dhe ato fatkeqësisht e kanë arritur këtë qëllim. Pra deputetët maqedonisë nuk pranojnë dokumente në dy gjuhë, ato pranojnë vetëm maqedonisht. A ku është problemi në parlament? Gjuha shqipe nuk është zyrtare në parlament normalisht, është në përdorim gjuhë e përkthyer. Në ç'kuptim? Unë nëse dëshiroj të drejtojmë kuvendit me ndonjë shkresë për të arkivuar dokumentin, nëse e çoj shqip, nuk më arkivojnë dokumentin. Nëse e dërgonin në maqedonisht dhe në shqip, atëherë arkivohet, po. Ama nëse deputetët maqedonisë e çojnë vetëm maqedonisht, arkivohet. Edhe ne nëse çojmë vetëm maqedonisht, arkivohet. Pra si duhet të jetë zyrtare gjuha shqipe? Zyrtare do të ishte kur unë nëse çoj në gjuhën shqipe dokumentin, të më arkhivon në gjuhën shqipe, obligim ka, shërbimet e parlamentit do të përkthejnë. Dhe anasjelltas, nëse deputeti i Maqedonisë ka qenë në maqedonisht, arkivohet ajo dhe shërbimet e parlamentit e përkthejnë në shqip. Ky është përdorim zyrtar i gjuhës shqipe. Dhe pat si keq përdorën deputeti Riyad Shaqiri? Domethënë, e nxorën pjesën e arkivuar vetëm maqedonisht në një dokumenti dhe portalet që ka shpërthyer e kanë keq përdor nga kabineti kryetarit Gashi me siguri. Pra, edhe pse ai ka dërguar shqip dhe maqedonisht, sepse vetëm shqip nuk e pranojnë, është obliguar të dërgojnë edhe në gjuhën maqedone, dakor? Pjesën e gjuhën shqipe nuk e kanë arkivuar,
e kanë arkivu vetëm pjesën e gjuhën maqedonas. Dhe ka shpërthy i kanë çu portaleve, normalisht, deputeti i shoqërisë ka bërë gabim aty se s'ka shkruar në 2 kolona. Dakor? Po sidoqoftë, ndoshta s'ka pas kohë se duhet një teknik aty ka ora 4 ku shërbime do shkojshin në shtëpi dhe ka bërë shpejt dhe e nxorën si lajm. E shihni ky deputet i Riad Shaqiri i cili shtiret se gjëja se angazhohet për punën e gjuhës shqipe, ka çu kërkesë vetëm maqedonisht. Një deputet tjetër, zoti Adnan Azizi, deputeti i Vlenit, u shpreh se shqipja në kuvent zbatohet 100%, por si duket duke dashur të lavdërohet bëri një autogol kështu të pastër. Autogol sepse këtu për shembull shihet në mënyrë sportive është autogol i pastër. Kjo është ajo që thash para, se thash para. E mund ekipin tonë kështu në mënyrë maestrale. Edini çfarë është puna? Sepse çfarë nxorri në pash. Që kuvendi i ka 100% akte të publikuara në gazetën zyrtare të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe i ka 50. Dhe qeveria dhe kryetari i shtetit 0. Kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në rastin konkret presidentja Gordana Siljanovska Davkova, fatkeqësisht 0, edhe pse duhet të thënë bile ministri i ekonomisë, i cili është shqiptar, 25% nuk i paska përkthy. 75%. Ministri shqiptar, zoti Durmishi, vetëm 75% janë përkthyer. Po prandaj thash para. Vetëm për presidentën e kisha fjalën se Gordana Siljanovska Davkova është zgjedhur po ashtu me votat e shqiptarëve. Ndoshta jo në mënyrë të drejt për drejt, por cenzusin e zgjedhjes së presidentes Gordana Siljanovska Davkova e kanë siguruar shqiptarët, këtë ta them me sigurinë më të madhe. Shqiptarët historikisht zëre kanë siguruar cenzusin. E kanë ndjekur zgjedhjen e edhe pse nuk kishte vendim të koalicionit që të përkrahet në atë kohë zonja Siljanovska, po normalisht. Kishte vendim që të mos bojkotohet. Secili votoi sipas vullnetit vet. Që ky ishte vendim. Pra raundi i dytë i zgjedhjeve. Në fakt historikisht presidentët në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë zgjedhur me përkrahje të shqiptarëve. Kjo është e vërtetë. Nuk ka rast ku shqiptarët s'kan qenë faktor determinues dhe kanë siguruar cenzus. Që nga Kiro Gligorovi deri te Gordana Siljanovska Davkova do të merr kohë shumë analiza e zgjedhjeve presidenciale. Në parlament e kanë thënë edhe këtë, kur janë përgjigj Mickoskit, i cili thoshte që në Gostivar Arben Taravari është zgjedh me votat e VMR të punës dhe unë e kundërshtova. Normalisht, sepse ai edhe aty kapeshte, domethënë, gjithçka që kapet me Arben Taravarin me këto gjëra të imta. Kupton ose jo? Po unë thash një herë, hajtë tregom cili president nuk është zgjedh me votat e shqiptarëve në këtë shtet. Po normalisht, nëse maqedonësit jetojnë në Gostivar, edhe ato kanë drejt votit dhe përcaktojnë për një kryetar komune. Sigurisht. Zoti Snop, që ju e përmendët disa herë çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që është e drejtë kushtetuese. Ju keni qenë si parti të parët që keni mbështetur heqjen e balancuesit dhe rregullimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat me ligj. Por përdorimi i frazave politike kur ishit në pushtet, se më me rëndësi është profesionalizmi dhe kompetenca, ka prodhuar projekt ligjin i cili thot në mënyrë decidivisht, profesionalizmi para përkatësisë etnike, ndërsa marrëveshja e Ohrit dhe kushtetuta thot profesionalizmi dhe përkatësia etnike janë në një nivel baras, pra nuk ka gradacion, pa shkallëzim të këtyre çështjeve të cilat e formsojnë dhe e krijojnë ligjin. Pra, as përkatësia nuk është para profesionalizmit, por as profesionalizmi nuk është para përkatësisë etnike, sepse ne jemi shoqëri shumë etnike. Ky është fakt. A keni ju kontribut si parti në ndërtimin e kësaj narrative që e imponon VMRO DPMN-ja? Jo, prandaj tash unë habita, më tash e kuptova më mirë, kupton se ne as në asnjë deklarat publike nuk e kemi thënë këtë se kompetenca dhe profesionalizmi është përpara përkatësisë etnike. Pra, përfaqësues rancë për shqiptarët përkundrazi. Shihni, nëse shkojmë historikisht për këtë çështje e përfaqësimit drejt barabartë, unë thash parës, një ndër arsyet që ne e lëshuam qeverinë është pikërisht zhagitja e kësaj pune.
Ja edhe këtu një retrospektiv historike, zoti Sefer. Faktikisht ne është e vërtet konstatimi juaj. Pra ne mendonim që balansuesi nuk i plotëson kriteret e nevojshme për të mundësuar një përfaqësim barabartë siç duhet, për shkak se nuk ishte mekanizma mbrojtës, se balansuesi ishte një lloj kalkulatori. Pra nuk ishte konkurs në këtë shtet që mund të hapej pa dritën jeshile nga balansuesi, dakord? Bile, nëse me cenzurë shqiptarët janë 25% hipotetikisht, 25% në instancë duhet të jenë shqiptar. Aq më tepër nëse një shqiptar del në pension ose humbet vendin e punës, duhet të zëvendësohet me shqiptar. Dhe ana sjelltas. Dhe po ne kemi pasur dyshimet tona, dilemat tona në lidhje me keqpërdorimin e përkatësisë nacionale. Për shembull, Halili deklarohet si Igor, Seferi si Dejan dhe ana sjelltas. Dhe nuk ishte mekanizëm për shembull që ta ndalish se ishte drejtë e lirë e deklarimit qytetarëve. Dhe plot Maqedonas i zenin vendin e shqiptarëve, por ka pasur raste të kundërta, që dhe shqiptarët i zenin në vendin e maqedonasve. Mos jemi ne shumë këtu ka ndodhur në masë më të vogël. Më të vogël. Po kryesisht maqedonasit zenin vendin e shqiptarëve, por ka pasur edhe fenomene të kundërta. Dhe ne si Aleancë për shqiptarët kishim një pasiuoç balansuesi, kishim një propozim përgatitur që nga koha që kemi qenë bashkë me Zjedin Sela. I Aleancës për shqiptarët. Por normalisht atë nuk mundeshim ta propozojmë më njëherë kur hoq balansuesi, sepse duhej të dritë jeshile dhe për vëmëros, mos bëjmë lojtash. Se do ishte propozimi Vlenit, se ne ishim kuadër Vlenit. Dhe u formua komision me kërkesë të Arben Taravarit, komisioni i cili do ta hekurosën këtë versionin ton të ligjit për përfaqësim drejt barabartë. Dhe duhej deri në nëntor të vitit 2024 të sillet, e thash paraprakisht. Po. U formua i komisioni dhe në vend të hekuroset, ne negociuar themi u e bën telef ligjin. Dakord? Pra, çun komision Venecia, se kështu më radhën e mbaj mend që zoti Arben Fetaj atëherë si zëvendës kryeministër thasë që edhe Arben Taravari ka dhënë drejtë jeshile të shkohet në komisionin e Venecias, është e vërtet, por Arben Taravari ka pas një kusht, këtë patjetër duhet të dinë shikuesit edhe të televizionit tuaj, dhe kushti ka qenë që fillimisht kalohen në parlament, sikurse ndodhi me ligjin për gjuhët. Kalohen në parlament, niset implementimi, sepse me heqjen e balansuesit u eliminuan të gjitha mekanizmat mbrojtës. Ne e dim numrat se si bëheshin punësimet nëpër agencione ndryshme, nëpër instanca ndryshme kështu me radhë. Dhe non stop zhagitej puna. Unë në këtë emision kam thënë, ke ju kam thënë se nuk ka gjasa ky të sillet përpara zgjedhjeve lokale. Bile kam përfunduar zgjedhjet lokale që moti ende zhagitet. Pra, ky ishte historiku. Dhe nëse bëjmë krahasimin të ligjit që ne e kishim në dispozicion si Aleancë për shqiptarët, me këtë ligj dallimi është fushë dhe male. Pra, ky ligj në fakt, ashtu siç ka shkuar në Komisionin e Venecias, se nuk ka erdhur në parlament versioni i fundit, por unë nuk mendoj se ka pas dyshime. Nuk parasheh afate kohore për realizimin e përfaqësimit drejt barabartë. Te ligji jon parashiheshte. Për 3 vite gjitha instancat ishin të obliguar të realizojnë bile edhe aty ku përfaqësimi është zero. Ky ligj pra nuk parasheh dalimin e keqpërdorimeve. Përsëri Igori mund të quhet Halili dhe ana sjelltas. Përsëri. Pra, ti për shembull nuk ke mekanizëm që të ndaloje keqpërdorimin. Arsye pse ishim kundër balansuesit. Pra, nuk tash del puna se balansuesi ka qenë mekanizëm më i mirë se ofertat e këtij ligji. Pra këto e paraqesin si një fasadë që shkëlqen nga jashtë me retorikën e tyre, DSM, po brenda është i kalbur. Pra, ky mekanizëm nuk parashef mjete sankcionuese nëse nuk zbatohet ligji. Te propozimi kishte një ligj që nuk ka mekanizma sankcionues. Nuk është ligj, është po normalisht ajo rrezikon që të dështon dhe të vazhdojë diskriminimi, po tash do krijohet një alibi se ka ligj që diskriminimi vazhdon. Jo, është akt etik. Pra, nuk ka përgjegjësi, nuk ka detyrime, nuk ka llogaridhënie, asgjë nuk ka. Pra, e vetmja ankesë që mund ta çosh ti është ankesë në një komision që formohet nga qeveria, udhëhequr nga zëvendës kryeministri, dhe kur kryeministri mund të çojë përsëri ankesën, përsëri dëshagitet. Pra do lym ping-pong. Nuk është ligj që e plotson kriteret. Pra, në bazë të këtij ligji siç është, sepse komisionin ne e kemi formuar. Arbeni ka kërkuar komision. Të dy ekspertë shqiptar kanë qenë propozuar për Arben Taravarit, edhe Edon Shazivari, edhe Mersi Maksuti. Mersi Maksuti vendosi të rriqet për shkak se tha se ky ligj nuk i plotson nevojat tona.
profesori Jeton Shazdevari vazhdoi të jetë pjesë e atij komisioni dhe ka qenë pjesë e grupit që ka dalë me këtë version final, po sipas gjitha gjasave ky version final bile pranet është më keq se balansuesi që garantonte dhe nuk lejonte hapjen e konkurseve pa e plotsu kriteriumin e përfatësimit të drejtë. Pikërisht. Zoti Snopçe, edhe zoti Taravari, kur ishit në pushtet bashkë me liderit e Vlenit, i kanë mshuar telit se na duhet cilësi dhe jo sasi, që është narrativ pastaj i keqpërdorur natyrisht nga qarqet politike maqedonase, por është narrativ ekskluziv i tyre që dëshirojnë të nxjerrin shqiptarët si të paaft dhe jo profesional. Nuk them që nuk mund të ketë shqiptar që nuk e kanë kapacitetin e nevojshëm për të punuar në administratë, por me që administrata është jo efikase, kjo nuk ndodh vetëm për shkak të shqiptarëve, por për shkak të administratorëve maqedonas, sepse ata janë shumicë. Zoti Taravari, në këtë studio kam pasur një polemik me të lidhur me këto çështje, se pse kam thënë që fakti që theksohet profesionalizmi nuk do të thotë që duhet lihet në plan të dytë dimensioni i përkatësisë apo dimensioni identitar. Pajtojmë plotësisht, po shihet është profesionalizmi, nuk e di, unë pajtoj me konstatimin tuaj që dhatë në fillim. Shihet është, kjo është një tendencë të përsëri të maqedonasve, që duke u bazuar në këtë aspektin e meritokracisë për profesionalizmin të paraqesin shqiptarët si të paaft, dakord? Dhe ne në asnjë mënyrë nuk do të japim dritë gjeshile pretekst për këtë punë. Po fundit nuk mund me të lëvdrojnë, ku të lëvdrojnë ato se janë, ne kemi tash 3 universitete shqiptare në Maqedoni, ne prodhojmë kuadro, ne kemi kuadro, ne kemi në gjitha profilet kuadro. Bile edhe kur përdorin për gjuhën maqedonase, shihni, ne edhe maqedonisht ne flasim më mirë se ato. Sepse ne unë edhe ti kemi mësuar gjuhën letrare maqedonase. Se ne kemi plot deputet, unë të garantoj se le të shkojmë testim për shkak me 30% deputetëve të Maqedonas, unë testimin në gjuhën e tyre anëtare të kaloj më mirë se ato. Për shkak se ne kemi mësuar gjuhën letrare maqedonase. Dakor, faktikisht ajo narrativa e tyre është vetëm blluf dhe që të përfitojnë një pikë politike përpara votuesve të tyre me atë qasin e tyre se shqiptarët nuk janë të aftë e kështu me radhë, më para kanë pi ujë ato propaganda, po tash nuk pin ujë. Unë nuk besoj që shqiptarët s'kan kuadro profesionist për çdo fushë. Për çdo fushë kemi, edhe në inxhinieri, edhe në mjekësi, në arkitekturë. Nuk ka fushë të profesion ku shqiptarët nuk janë të dëshmuar. Aq më tepër në rang botror ne kemi edhe shqiptarë të cilët janë edhe në universitetet prestigjioze. Kemi shqiptarë të cilët punojnë në për agjencione shumë fuqishme botrore e kështu me radhë. Pra tash normalisht kur bëhet fjalë profesionalizmi nuk duhet kemi kujdes. Normalisht juristi nuk mund të punësohet në një vend pune ku është i parapar për ekonomist, ose matematicieni nuk mund të punësohet në një vend pune ku është parapar për shembull për biologji dhe anasjelltas. Dhe aty duhet mirët parasysh profesionalizmi. Por në aspekt tjetër ne kemi kuadron çdo fushë, ato nuk mund të kalojë kjo propaganda atyre. Pra ato duhet të mundsojnë një ligj që të garantojë përvetësimin e barabartë. Prandaj dash balansuesi nuk lejonte të hapjen e konkursit pa llogaritjen e atij kalkulatorit që bënte balansuesi. Fatkeqësisht balansuesi kishte problemin e keqpërdorimeve. Ky ligj që propozohet nuk e eliminon keqpërdorimet, po bile nuk mundson edhe kalkulim. Kështu që ky ligj është më keq se balancuesi fatkeqësisht dhe duhet të kemi kujdes se përvetësimi drejt barabartë është një duhet edhe gjuha shqipe, edhe përvetësimi drejt, një ndër shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Bile edhe presidenti i SBA-ve në urdhrin ekzekutiv ai thotë se nëse preket marrëveshja e Ohrit, edhe marrëveshja e Shprespës, preket interesa strategjike të SBA-ve. Garantuese për këtë janë Unioni Evropian dhe SBA-ve dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojmë. Normalisht unë thash unë nuk jam jurist, unë flas në aspekt logjik shpesh, por këto janë të logjikshme. Nëse s'ke masa ndëshkuese, ju e konfirmuat atë tezën time. Si do detyrohesh të zbatohet? Po, ai ligji pa sanksione nuk është ligj. Po, ti vetëm të krijosh një alibi për vazhdimin e diskriminimit nëpërmjet ekzistimit të ligjit. Mund të jetë një akt përmenda për nevoja ndoshta administrative, politike, kështu me radhë. Pra një ishte vonesa, pastaj Komisioni i Venecias, tash për shembull pro forma shkollë. Ju e përmendet faktin që ne kemi
shumë kuadro që punojnë në universitete të huaja, po bëjnë ndoshta një digresion, do të kthehemi tek ligji, sepse unë jam munduar të bëj pak analizë sa i përket përmbajtjes së ligjit. Vllai juaj punon në një universitet të huaj? Vllau im, domethënë, ka punu, ka doktoru në Universitetin e New Yorkut, në Amerikë, pastaj ishte visiting professor në Universitetin e Virginias, një vit, pastaj ishte në pozicione në postdoc në Brazilia në universitet, pastaj ishte profesor dhe sot e kësaj dite ka statusin e profesorit në universitetin, nuk e di emrin, po është në Rio de Janeiro, në Brazil. Në Brazil, është në top 100 universitetet më të mira në botë, në pas rangut të këtyre indekseve që dëshirojmë të komentojmë jam aktuale. Se ka emrin vllai juaj? Ilir Snopçë. Po tash jeton, domethënë tash jeton që 3-4 vite në Düsseldorf, veprimtarin shkencore vazhdon në Düsseldorf, po statusi i vendit punës ende ka në Rio de Janeiro. Normalisht ky është në sferën e matematikës është i suksesshëm, goxha i suksesshëm. Domethënë faktikisht një ndër jo, që tua thoni në kuvent, tua tregoni këtyre që thirren në cilësi se ka shumë shqiptar. Unë kam përmendur në analizën e fundit. Unë kam edhe studentët e mi. Rastin e Omer Xhemailit, i cili është emër botror. Zoti Snopçë, kur jam regjistruar në fakultet, besoj edhe ju kujtohet për shqiptarët ka pasur një kuotë e quajtur diskriminimi pozitiv. E vërtet. Që nënkuptonte pranim të 10% të studentëve shqiptarë dhe të bashkësive të tjera. Nuk e di në cilin vit jeni regjistruar ju, në vitin 91? 92-93, viti shkolla 92-93, viti akademik. Pra, është periudha kur janë pranuar edhe 4 liderët e Vlenit në Universitetin e Shkupit, Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Bekim Sali dhe Azir Aliu. Prej kohës studimeve. Ai ka studiuar ekonomi. Jo, është ekonomist së bashku me Bilal Kasami, Bekim Sali është stomatolog dhe Azir Aliu ka studiuar... Azir Aliu ne kam edhe bashkëqytetare kam pas, ai ka jetuar gostivar, tash jeton. Ai ka studiuar matematikën apo informatikën? Jo, ai ka studiuar elektroteknikën. Por edhe zoti Arben Taravari në Fakultetin e Mjekësisë. Po, me Arbenin kemi qenë edhe shok klase në fillore. Tani nuk e di të gjithë, por mendoj që shumica për këtyre janë pranuar sipas asaj kuote. Jo, 10%. Për që nuk mund të them unë dhe Arbeni kemi qenë në top listën e studentëve që u pranuan. Me maksimum pikash. Ju keni qenë në provim provës kemi marrë maksimum pikash. Jashtë diskriminimit. Për mua dhe për Arben Taravarin garantoj. Jashtë diskriminimit pozitiv. Se ishim ne me Arbenin kemi qenë shok edhe në shkollë, me një klasë me shkollë fillore. Pra jashtë kuotës. Po. I bien në kuadër. Kim pas numër maksimal të pikave në i bien që keni qenë në kuadër të kuotës së parashikuar për të gjithë. Po. Ligji i ri parashikon të ashtu quajturin selektim pozitiv gjatë punësimeve, që nuk kupton se nëse më shumë kandidat i plotësojnë kushtet profesionale, përparësi do të jepet atij që i përket bashkësisë etnike për cilin institucioni ka nevojë. Ligji e quan trajtim diferencial. Ky është term që për mendimin tim na kthen para marrëveshjes së Ohrit dhe para ndryshimeve kushtetuese të bëra pas luftës së vitit 2001, sepse thelbi apo esenca është pamundësimi i përfaqësimit etnik në administratën shtetërore dhe në administratën publike. Pra, unë po lë si një lloj porosie, ndoshta e kam të drejtën kësaj radhe si qytetar, që ta heqin këtë term trajtim diferencial, sepse shqiptarët këtu tek ne në Maqedoninë e Veriut nuk janë as popull diferencial dhe as nuk ju duhet diskriminimi apo selektimi pozitiv. Pajtojmë, domethënë faktikisht që më ka kaluar, unë se jam koncentruar në këtë pjesë të fjalisë në ligj, pra unë koncentruar në pjesët më esenciale që ka të bëhe me afatizime, që ka të bëhe me kvotat, që ka të bëhe me dëshkimet, sanksionet e kështu me radhë, do kemi parasysh normalisht. Pajtojmë plotësisht. Zoti Snopçë, a ka ndodhur ndonjëherë që
të kaloni vijat profesionale për hir të interesave partijake. Për shembull, unë mund t'ua vë në pa një rast kur ju jeni pjesë e votimit të disa kandidatëve që janë zgjedhur në Këshillin Programor të Radio-Televizionit të Maqedonisë së Veriut, që tani quhet Radio-Televizion Nacional, që më herët njihej si RTVM. Gjithashtu keni votuar edhe Afrona Vërvizollin, antare e Këshillit të Agjensisë së Shërbimeve Audio dhe Audiovizuale Mediatike, kur dihet se zonja në fjalë ka punuar në bank. Nuk ka asnjë lidhje, pra hiç, zero lidhshmëri me median dhe rregullimin e fushës së mediave audiovizuale që ka të bëj pra me rregullimin e radiove dhe televizioneve nacionale, komerciale dhe publike. Është e vërtet, ne kemi votuar atëherë, do me thonë, po e nisi ka një histori këtu në votimi. Për shkak se duhesh të kaloj me badinter. Dakor. Është e vërtet. Tash normalisht ndonjëherë duhet të marrim edhe vendime konform vendimeve politike të partisë që ne përfaqësojmë. Pra normalisht ne kemi autonominë tonë plot si Halil Snopçi, si Riat Shaqiri, si Sadik Sulemani kështu me radhë, por ka raste ku duhet të përmbahemi edhe të marrim konsiderat vendimeve të partisë. Pra ky ka qenë vetëm vendimi i partisë që ju të mbështesni një kandidate e cila nuk e ka haberin e punës që e bën. Jo, dëgjoj çfarë ishte puna. Kuptoni se ne ishim opozitë atë, ishim opozitë, nuk ishim pjesë qeverisë. E kam qartë që ishim opozitë. Edhe normal, Arben Taravari kur nda nga qeveria, pra në takimin e fundit me Mickovskin, kuptoni, domethënë kishte dhënë një deklarat publike që dikundi ku ka nevojë që mos bëjmë pengesë të konsolidimit respektivisht funksionimit të instancave, ne mund të japim mbështetje për ligje të cilat kanë nevojë të kalojnë me badinter. Dakor? Sepse pa përkrahjen, domethënë faktikisht normalisht përfaqësuesi shqiptar në shumicë në qeveri nuk e kanë shumicën e badinterit plot. Dakor? Reagimi im i parë ka qenë jo, të them drejtën. Jo për Afronën që potencioni ju, por reagimi ka qenë parimor. Sepse shive, të jemi sinqert ne nuk kemi as kapacitet personal, mos them profesional, që mund të ndjekim të gjitha CV dhe të gjitha personat që emërojnë dhe zgjidhen. Është fakt, duhet kesh shërbime, duhet kesh një ekip që qëndron mbas teje. Edhe ti kur mbetesh vetëm me 3 deputet, ti nuk je antar i asnjë komisioni. Neve na shkarkun për gjitha komisioneve paraprakisht. Pra ne 3 deputetë e për shqiptarët nuk kemi qasje as në. Pra duhet vetë me vetë iniciativë të shkojsh të futesh të shohësh materiale, sepse kur janë antar i komisionit të vinë mesazhet. Dakor? Edhe ne nuk kemi mundësi të lexojmë gjitha CV-t e gjithë kandidatëve. Dakor? Po pavarësisht kësaj, për shkaqe parimore, reagimi im fillestar kur kërkoi koordinatori i VMR të PMN-s votohet, më thash, ne nuk votojmë. Nuk votojmë, por ka pas një takim për badinter, ku e di çfarë ishte, kupton se ishin paraqitur ato ti vija ke dal në mënyrë demokratike për qeverie, po ke thënë se nuk do vëmë problem kështu, për shembull, me njerë bëni problem, hajde dëshmoni për atë që jeni zotuar, se nëse ka vendime të cilat duhet sillen vendime të cilat do të jenë në shërbim të funksionalitetit të institucioneve, se gjatë kohë nuk kishin zgjedhur ato, edhe normalisht me vendim të kryesisë qendrore të partisë u soll një vendim që duhet të përkrahet ai votim dhe është e vërtetë se ne e përkrahëm. Po fillimisht kemi refuzuar. Po kemi përkrah për shkaqe politike. Pra nuk du të hyj dhe të demantoj ato që thoni ju, po besoni që edhe në momentin që kam votuar, po edhe në momentin që kam refuzuar paraprakisht, nuk e kam bërë refuzimin për shkaqe të CV-s. Sepse jo çdo propozojnë rregullator të ndryshëm, antar të komisioneve rregullative, antar të komisioneve kundër diskriminimit, antar të komisioneve për luftën kundër korrupsionit, ka komisione të ndryshme, kupton, nuk ka gjasa dhe nuk ka kapacitet fizik ne të mbrim të lexojmë të gjitha CV-t. Prandaj edhe ndigma e gazetarëve, e analistëve, e shoqërisë civile është shumë e mirëseardhur kur ato japin paraprakisht vërejtje filani ose fallani, kuptoni, nuk i plotson kushtet. Edhe aty ne shpesh informohemi për atyre sa drejt për drejt të lexojmë CV-t, se ky është një problem real që secili ndeshet në mungesë të kapaciteteve administrative përbrenda kuvendit, se ne kemi i humbur me asistentët. Se ne me 14 deputet kishim 3 asistentë. Me 3 deputet i humbur me asistentët.
Pra tash kemi vështirë të funksionojmë ne vetëm me 3 deputet. Dakor, sepse s'kemi asnjë farë përkraje, nuk kemi asistent, nuk kemi antar komisioneve, nuk kemi antar grupeve punuese, se na shkarkun nga të gjitha. Pra ne jemi vetëm deputet që kemi një drejt për reagim procedural për shkak se nuk kemi grup parlamentar, asgjë tjetër. Çfarë po ndodh në Aleancën për shqiptarët? Ka largime nga Aleanca për shqiptarët në Gostivar apo janë spekulime? Në Gostivar largime. Nuk e di, unë s'kam informat tillë se ka pas largime. Shive, Aleanca për shqiptarët tash nuk ka kryesi qendrore, nuk ka, si pasojë rrjedhimisht nuk ka as kryesi degës, ne funksionojmë si një këshill drejtues, dakor, këshill drejtues që përgatisim për, domethënë, kongresin e radhës të partisë, por i kemi kuvendi qendror i partisë autorizoi këshillin drejtues sipas nevojës të merret vendime politike për raste urgjente nëse ka nevojë. Në Gostivar formalisht përpara ngrirjes së organeve, un kam qenë kryetar degës Gostivarit. Pra, prej vitit 2024 un jam kryetar degë në Gostivar dhe asnjë antar i degës nuk është largu. A keni ambicie për pozitë partijake në kongresin e ri të Aleancës për shqiptarët? Arben Taravari është kryetar partie. Domethënë mendimi im dhe një pjesë dërmuese që sipas statutit partijak dhe statutit vjetër Arben Taravari çdo kryetar ka të drejtë 2 herë të kandidojë. Pra Arben Taravari mendojmë që duhet të kandidohet edhe për një mandat. Dakor? Dhe televizim to punë. Se tash u kriju një mjegull e kështu me radhë, po ne jemi bindur se e vërteta dhe kauza do del në mejdan. Pra e vërteta njerëzit do binden me këtë kauzë drejtë sinqert që kemi pasur, pra nuk ka pas ndonjë pretekst tjetër dhe njerëzit me kalimin e kohës dal galal do binden në politikat e sinqerta dhe vizionin e sinqert që ka pasur. Dhe mendoj se ai duhet të pranon. Edhe për shkaqe X shkaqe të ndryshme, nëse vin deri në situatë që Arben Taravari të largohet vullnetarisht, ato sa hapin shtigje tjera, shohim atë, shohim bëjmë. Po për momentin nuk më shkon mendja të konkurrojë Arben Taravarin. Nëse për arsye të ndryshme me vullnetarisht Arbeni vendos që mos kandidohet, që nuk shoh arsye të mos kandidohet, pra nuk ka asnjë arsye mos kandidohet, për shkak se edhe me statut ka drejt, po edhe realisht, logjikisht dhe faktikisht parimisht dhe moralisht duhet kandidohet Arbeni. Unë jam i bindur se duhet kandidohet që me kalimin e kohës të dëshmojmë njerëzve që kemi qenë rrugë drejt. Por nuk e përjashtoni mundësinë që në një të ardhmen. Tash nëse Arbeni nuk është kandidat, nëse Arbeni nuk është kandidat, hapin shtigje. Nëse Arbeni nuk është kandidat, hapin shtigje të reja aty, po nuk jemi në pozitë të mendojmë për një diçka të tillë. Zoti Snop, që kur merreshim vesh për këtë intervistë ju thatë që keni orë në fakultet, pra i bie që vazhdoni të jepni mësim në Universitetin e Evropës Juglindore, në Fakultetin e Shkencave Informatike, edhe pse jeni deputet, por këtë e bëni pro bono, apo? Pra pa pagesë. Po shive, angazhimi në studimet deri diplomike është vullnetar. Pra nuk ka pagesë, është çështje ligjore. Po normalisht për shkak se keni rrogën e deputetit dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit, nuk mund të marrin kompenzime shtesë. Po, unë për shembull marr një kompenzim për universiteti, për shkak se njëkohësisht mbaj ligjëratë në studimet e doktoraturës. Universiteti Evropës Juglindore ka të drejtë e plotëson kushtin që të ketë të organizojë studimet e doktoraturës. Bile për momentin mentoroj 2 kandidat nga Kosova dhe 2 paraprak veç kanë mbrojtur temën e doktoraturës në mentorimin tim. Tash në proces sipër jam në mentorim të 2 kandidatëve. Pra një kompenzim modest nga universiteti marr për këtë angazhimin në shkallën e tretë. Sa angazhimin rrogën si deputet? Rrogën si deputet? Po, dhe plus shpenzimet për rrugën që bëni nga Gostivari. Po si deputet rreth 2000 euro çfarë është rroga deputetit tash, sepse në fillim mandatit kishim çështë diçka $1000 dinar, pra 1100 euro sa e di unë. Tani e keni po për vitin 120.000. Afërsisht, lart po shej varet për stazhit. Dikush pak më shumë, dikush pak më pak, pra secili nuk ka fiks, por rreth për çak 2000 euro është. Pra me plus minus dikush mund të bëjë 100 euro më shumë, dikush mund të bëjë 100 euro më pak se 2000 euro. Dhe ju kompenzohen shpenzimet po, deputetët që janë jashta Shkupit kanë shpenzime rrugore, kanë kompenzim për shpenzimet rrugore në momentin kur ka seanca
plenare ose mbledhje të komisioneve trupave punues. Normalisht unë nëse kam një takim me ndërkombëtarët, i kam caktuar takimin në parlament dhe atë ditë nuk ka seancë plenare, nuk mund të takojnë shpenzime rrugore. Por nëse ka seancë plenare ose mbledhje të trupave punues, neve na takojnë shpenzime rrugore, të cilat jemi jashtë shkupit. Sa jeni pasur, zoti Snopçe, sa pasuri keni deklaruar në Komisionin e Antikorrupsionit kur jeni zgjedhur deputet? Aq sa arrita unë të hulumtoj, pasuria juaj llogaritet në 530.000 euro, edhe pse është kuriozitet për shikuesit ta dëgjojnë, jeni deputeti i vetëm i cili keni deklaruar librat si pasuri. Nuk ma merr mendja që ka deputet tjetër i cili ka deklaruar libra se këta me libra... Libra janë pasuri. Janë pasuri, po unë kam pas libra që... e këtyre që merren me politikë me libra takohen. Janë libra pasuri e madhe. Ose unë nuk i deklarojnë. Kam pas luksin... Kjo ishte ideja. Kam pas luksin personaliteteve të shquar Gostivarit, patjetër të them, kur kanë kërkuar një libër, unë kam çuar librin për një orë. Kam shku shtëpi, kam marrë, kam dhënë librin e shabit për ku e gjete këtë libër. Dakor, po sidoqoftë, s'ka lidhje. Pasuria është pasuri që kam trashëgimi, nuk është në emrin tim, ka qenë në emrin e babës të Nxerit, babait tim të Nxerit. Pas vdekjes së babait tim, unë me vllaun vendosëm që të transferojmë në emrin të nanës. Pra, e trashëgon nana ime. Nana ime është e gjallë, jeton bashkë me mua, po është në emrin e saj. Pra është pasuri e patundshme, faktikisht si thuhet, shtëpi, obor. Ç'kjo është? Po kam në shtëpinë time jeton edhe vllau im, i cili tash për momentin nuk është në Gostivar, është si mërgjimtar. Pra vjen 2 herë në vit, edhe në gjatë vitit 3 edhe verës vjen. Banesa tjera. S'kam banesa asgjë. Shtëpiza. Asgjë, kam obor. Për male, në për. Jo, asgjë s'kam. Përveç librave shtrenjta. Vetura, kam 2 vetura, po ato vetura të dyja, veturat për 60.000 euro të dyja mund të shesin maksimum. Ma shumë para për veturave se kam një Golf 5 të vitit 2006, të cilën edhe përdori për në Gostivar dhe kam një Ford Kuga të vitit 2013. Pra, që këto janë pasuria ime të veturave. Po, i bie që kjo pasuri që e thash nuk është e juaja personale, sepse mos të him në hak i lirit ta shef emisionin dhe të mendoj që çdo pasuri që ka të bëjë me prindrit duhet të deklarosh. Jo, unë bëj shaka pak se i liri pastaj do mendoj se unë vetëm pra me i lirin jemi me një shtëpi. Në shtëpia, kjo është vlera e shtëpisë, nuk e kam dhënë në mënyrë paushal, por vlera e shtëpisë dhe oborit, që edhe obori përpara shtëpisë ka mundësi të ndërtohet, është e legalizuar me ato si thonë ato sistemat, markat e legalizuar. Pra i kam pyetur ekspertët në Gostivar, arkitektët, sa është kur e kam paraqitur herën e parë. Pra këtë pasuri e kam paraqitur 2020-ën dhe e ka vazhduar të njëjtën vlerë e shtëpisë, se kam ndruar vlerën e shtëpisë 2024. S'kam patur arsyeshme ta ndroj. Pra e kam pyetur sa është vlera e kësaj pasurie, ato ma kanë dhënë atë vlerë. Pra nëse unë jam shumë i pasur, është pasoj domethënë shtëpisë dhe të oborit që e kam përpara shtëpisë, se unë jam një ndër rradhat tash në Gostivar, se gjithë veret lirë oborët u mbushen me ndërtime. Unë jam një ndër rradhat familja ime që ende mbajmë ato oborin përpara shtëpisë time, edhe pse është pjesën qendrore të qytetit shtëpia. Se rallka, domethënë kur kalojnë njerëzit habitën, jo si mundesh kanë Gostivar ende të ketë obor në qendër të qytetit. Pas këtij emisioni, pas kësaj interviste i bie që të vinë ndërtuesit potencial tek ju. Jo, nuk e kemi ndërmend, nuk jemi në zor, kupton? Ndërtues potencial, nëse je në zor, njeriu shet pasurinë. Nëse s'është zor, shqyr Zoti, këto 2000 euro mjaftojnë. Zoti Snopçe. Rroga ime si deputet. Edhe kam thënë në një rast. Kam thënë një rast. Tu pasi hynë në këtë temë sefer. Kupton se unë s'kam në një emision tjetër kam thënë. Po. Nuk më vjen turp për asgjë. Se për asgjë për shkak se çdo dinar në jetën time kam fituar halal. Asnjë dinar në jetën time s'kam haram. Edhe këtë edhe me përgjegjësi plot, me dinjitet, me mburje. Kuptoni se atë pasuri që kam trashëgimi, po edhe babai im ka qenë arsimtar. Nana ime ka qenë mësuese, pra me rroga arsimit ato kanë arritur të ndërtojnë një shtëpi, unë me Ilirin para 10 viteve arritëm të shtojmë. Pra e zmadhum, pra nuk e prishëm shtëpinë e vjetër, e zmadhum shtëpinë ekzistuese. Dakor, me vllaun bashk. Pra kjo është, unë kam trashëguar nga prindërit, pra. Po. Edhe qëndroj në atë që them. Sigurisht. Qëndroj me bindje plot e them këtë fjalë që thash, se e përsëritë pasi hyre në këto
çështjet e pasurisë. Dhe dua ta them edhe një gjë tjetër, sepse e mendoj vërtet ashtu dhe unë atë që mendoj e them që prindrit tuaj pas kanë qenë arsimtar, por përveç që kanë arritur një pasuri, po themi relativisht të lartë, unë mendoj që shkollimi juaj dhe fakti që ju keni arritur këto nivele nuk po e përfshi politikën, sepse për politikën kam qëndrime të cilat duhet në një emision tjetër ti shpjegojmë se si është situata, cili është veprimi juaj konkret politik, pra për të dhënë mendime personale, por fakti që keni arritur në këto përmasa edhe ju personalisht si profesor cili ka cilësi dhe është në një farë mënyre i konfirmuar nga studentët se jeni profesor i respektuar dhe vlla juaj që e përmendet edhe pse unë personalisht nuk e njoh për fakti që punon në Düsseldorf dhe vllai im ka marrë shpërblimin si student në Shkup, se ka qenë student në Shkup. Është student i vetëm këtë pasi që 2-3 për të thënë, është student i parë në historinë e Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup, që ka diplomuar me mesataren 10.00. Është fitues i shpërblimit Kirill Metodi në atë kohë. Dhe normalisht faktikisht ka një histori dhe është shqiptari i parë për gjithë trojve shqiptare, nëse merr Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, që ka marrë medalje në Olimpiadën Botërore e Matematikës si nxënës i shkollës mesme, medaljen e bronzit. Iliri ishte i pari, e pastaj tash kemi edhe Kosova dhe Shqipëria po marrin medalje, po Iliri në vitin 1999 është i pari shqiptar. Po të keq përdorim pak tani. Po ti e nisi tash çfarë të bëj? Si koleg kur të vi Ilirit më njoftosh sepse dua ta bëj një intervistë me Ilir Snopç. E përcjellim, s'ka problem. Ti e nisi këtë shumë se kisha plan. Ta rumbulla kësaj. Shumë faleminderit, mendoj që ishte përfundim ashtu si e nisëm. Pra e nisëm me matematikën dhe po e përfundojmë me të, me shkencën, mendoj që është përfundim i bukur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve.